Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonde në Top Show, mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. 16 nëntori është dita ndërkombëtare e tolerancës, e shpallur e tillë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Në këtë ditë shumë njerëz bëjnë apel për më shumë tolerancë dhe për më shumë mirëkuptim. Po a duhet një ditë e tillë edhe për Shqipërinë? A është i drejtë përcaktimi se në fakt ne jemi një shoqëri jo tolerante? Kush duhet të jetë toleruesi dhe kush i toleruari? Pikërisht për tolerancën e munguar, por edhe për tolerancën e dëshiruar, do të flasim sonte në studio me Erion Kristo, pedagog në Universitetin Marin Barleti, kryetar i lëvizjes Projetës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio, Erion. Është me ne gjithashtu Arjan Galdini, politikan, përfaqësues i Forumit për Demokraci dhe Etik. Mirëmbrëma, Arjan, mirë se erdhët sonte në Top Show. Është me ne gjithashtu doktor Ledi Shamku, gjuhëtare në profesion, por është gjithashtu deputete e Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Mirëmbrëma, Shamku. Doktor Grida Duma, zëvendës ministre e integrimit, në fakt, zonja Duma sapo është kthyer edhe nga sot është kthyer dhe ka ardhur drejt në studio e freskët fare nga një aktivitet në Sarajev, që si qytet është, le të themi, ka qenë qyteti simbol i tolerancës në Jugosllavinë e dikurshme, por është edhe simbol i freskët i intolerancës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Zonja Duma. Është me ne gjithashtu profesori i asociuar Tonin Gjuraj, prorektori i Universitetit Evropian Tiranës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio, profesor Gjuraj. Doktor Nebip Bardhoshi, antropolog, autor i librit Gurt e Kufinit, ku prek në fakt disa prej këtyre çështjeve të shoqërisë që kanë të bëjnë edhe me intolerancën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në studio. Okej, këta janë ftuarit tanë. Në fakt, sot rreth mbasdites, rreth orës 5 mbasdites, është bërë një aktivitet në sallën e Akademisë Arteve, pikërisht në lidhje me tolerancën. Kristo dhe Arjani kanë qenë, Galdini kanë qenë, le të themi, organizatorët, apo jo. Ka folur presidenti, mediat në edicionin e lajmeve u përqendruan shumë tek fjala e presidentit në këtë aktivitet. Le ta ndjekim materialin dhe kthehemi me njëherë në bisedë. Mirëmbrëma miq të tolerancës. Me këto fjalë presidenti Bamir Topi ka përshëndetur pjesëmarrësit në një aktivitet kushtuar ditës ndërkombëtare të tolerancës. Pasi ka vlerësuar raportet pozitive që shqiptarët kanë me tolerancën ndër vite, kreu i shtetit ka shprehur shqetësimin për tolerancën e munguar e kthyer në konfliktualitet, jo vetëm në ambientet e politikës. Shpesh ndeshemi me raportime shqetësuese që lidhen me drejtat individuale dhe kolektive të njerëzit. Të tilla janë raste dhunës dhe krimit në familje, rastet e dhunës në shkolla, apo ndonjë rast edhe në zyrat e policisë, rastet e korrupsionit zyrtar mohues ndaj drejtave publike, çdo formë e mungesës së transparencës, rastet e konflikteve për pronësi mbi tokën apo të paragjykimeve krajinore dhe sociale. Mbi gjitha, ne nuk mund të mos konstatojmë sot një nivel të lartë të konfliktualitetit politik. Mungesë dialogu institucional dhe retorik denigruese që largon vendimarrjen nga shqetësimet reale qytetare. Shpeshherë kemi parë se si individ apo institucione politike, të cilët kanë përgjegjësi dhe detyrim zyrtar dhe publik të jenë përfaqësues, tolerant dhe transparent, të veprojnë ndryshe, duke cënuar me sjellje dhe vendimet e tyre jo vetëm interesat individuale të qytetarëve, por edhe të vendit. 16 nëntori që prej vitit 1996, pas një rezolute të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, u vendos të jetë dita tolerancës ndërkombëtare, për të cilën
Një grup organizatash nga shoqëria civile organizuan këtë aktivitet në Akademinë e Arteve. Ky ishte materiali përgatitur nga gazetarët e Departamentit të Informacionit në Top Channel. Salla ishte plot sot, apo jo? Madje mora vesh që shumë njerëz nuk ishin mundur të hynin brenda në sallën e Akademisë ku zhvilloi aktiviteti. Nga ana tjetër, presidenti Topi e nisi fjalimin e tij duke thënë mirëmbrëma miq të tolerancës. Ju vetë dalluat shumë miq të tolerancës aty brenda? Çështja atmosfere. Varet në çfarë atmosfere, mund të jetë atmosfere ngrohtë, atmosfere ftohtë, ne përpoqim të krijonim një atmosferë të ngrohtë, ku njerëzit të ndiheshin si miq të tolerancës dhe në mënyra si ata reaguan, për një moment të gjithë u ndjen sikur ishin miq të tolerancës. U ndjen. Po, pa diskutim që u ndjen, nuk ishim se të mos ndiheshin. Po ju vetë të dy jeni miq të tolerancës? Ja, mendosa tolerant u treguam ne që duke falënderuar njerë që i takon, jo për çështje freskie, po për çështje realiteti televizionit tuaj edhe emisionit tuaj, për ftesën, për mundësinë e komunikimit të gjerë me publikun. Disa media të tjera nuk arritën dot të transmetonin se kush e kishte bërdasmën dhe kush ishte krush kupar. Domethënë ngatruan, po ne jemi tolerantë në gjitha rastet, ne besojmë që media ndoshta më vonë mund ta riparojnë atë gabim. Arian, jo, po kjo është e bukur se tolerancë, megjithëse do flasim pak më vonë për këtë që tolerancë ju thoni që okay, edhe gabimi tolerohet me tolerancën. Kur s'ke mundësi që ti biesh murit me kokë, ndoshta mund ta tolerosh. Okej. Në fakt, ajo që po më vjen në mend mua është kjo që Gostia ishte pikërisht me atë përbërës që të gjithë e donin më shumti. Domethënë, pjesëmarrja në atë sallë tregon që të gjithë e donin këtë lloj elementi, tolerancën. Nuk është se ne bëm në një shpike të madhe, ne thjesht gjetëm që të gjithë shqiptarët janë në nevojë, janë në thirrje, janë në grishtje të brendshme për tolerancë. E ndjejnë si nevojë kur dalin me makinë nga shtëpia dhe përplasen me shoferë tjera apo kalimtar jo tolerant. E ndjejnë kur përplasen me institucione, e ndjejnë kur përplasen me njëri tjetrin. E ndjejnë çdo lloj përplasje që në fakt e kemi si pikturë të Pukvillit, të Lord Byronit, të gjithëve atyre që kanë shkruar për shqiptarët, karakterin ton të ashpër, ku kërleshemi me njëri tjetrin, preferojmë të kërleshemi më parë se të bisedojmë me njëri tjetrin. Po përdor këtë fjalë se nuk po thua që shqiptarët e ndjejnë si një lloj grishje dhe nevoje të brendshme tolerancën, po kur janë në rrugë me makinat, ata tjerët me cilët përplasen, çfarë janë? Janë shqiptar apo jo shqiptar? Jo, ajo fajtikisht është, le themi, pija e gabuar që ata pinë gjatë ditës. Pja e gabuar që pinë përmet medjave, cilat përmend, me modelet që shohin në media, cilat përmend Erioni, besoj, që shohin në politik, në parlament, në mbledhjet e qeverisë, në për institucione. Më thënë, është gabimi i ofertës që i bëhet qytetarëve. Ne pam në atë sallë, do të thënë disa qindra njerëz që ishin brenda, patën mundësinë të hynin brenda, por edhe disa dhjetra të tjerë, të cilët ishin të dëshiruar për të qenë aty brenda. Dhe në fakt vullnetin atyre ata e shprehen kur vendosën që në fund të takimit të vinin të shtrëngonin duar gjithkujt që ishte brenda. Gjithkujt që kishte pas mundësi të kishte qenë brenda aty në atë sallë. Dhe në rast se neve do të fillojmë të përpiqemi që të sondojmë gradualisht, të gërmojmë, të mihim gradualisht tokën e shpirtit shqiptarëve, do të gjejmë që nevoja e tyre është për tolerancë. Sepse në fakt të gjithë ndjejnë që detyra jonë qytetare kush është? Për një jetë më të mirë, për mirë funksionimin e gjërave, që pastaj të shkojmë tek qeverisja e mirë, është që secili prej nesh të sfidojë vetveten për të ngritur atë këmbën e vet të urës komunikimit. Toleranca në fundit nuk është thjesht të durosh të ndryshmin, por ta përballësh parimisht të ndryshmin. Dhe ti të ngresh këmbën tënde të urës komunikimit duke bashkë komunikuar me tjetrin dhe duke pritur që edhe tjetri ndërtoj këmbën e vet të urës dhe së bashku neve ndërtojmë bashkëpunim, bashkëveprim dhe pastaj ndërtojmë një Shqipëri më të mirë. Ky është mesazhi i thjeshtë i këtij takimi dhe duke qenë se Kombet e Bashkuara kanë marrë, le të themi, vendimarrjen për ta quajtur këtë ditë ndërkombëtare e tolerancës, domethënë duke e ditur forcën e tolerancës si element shtytës në shoqëri, por dhe vlerën e tolerancës si element i cili e ushqen një shoqëri më të mirë, ne menduam që edhe Shqipëria e meriton tashmë ta përthelloj, ta përforcoj këtë mesazh që është kaq i domosdoshëm sot, sidomos kur shohim në media deputet, politikan, drejtues politik që shajnë dhe i ndërkryen njëri tjetrit në mënyrën më përpara ato, kanë qenë më përpara, tani kanë ndryshuar.
Po, shpresoj, flasim më tutje për to. Nebi, jemi shoqëri tolerante apo jo tolerante? Unë kam vështirë me vendosë shoqërinë shqiptare dhe cilësorin tolerante ose jo mrapa. Unë njoh shqiptar shumë tolerant, njoh edhe shqiptar jo shumë intolerant. Unë do të ashtoja pyetjen kështu, do thoja për çfarë jemi tolerant dhe për çfarë nuk jemi tolerant, nëse do më lejoj të bëj një përgjithësim. Mua do të kaloj në nota pak pesimiste, por do të ashtoja pyetjen për çfarë jemi shumë tolerant ose indiferent, ajo mua më shqetëson më shumë, kur ne të projmë me tolerancën tonë, kur vjen fjala për lirit kryesore që ne s'duhet jemi tolerant. Që dikush tjetër ti keqpërdorin. Prej këtu më të shkoja pastaj të shikoja pozitivisht. Unë nuk pres që Arjani apo Rioni të flasin me nota pesimiste sot, sepse kanë organizuar takim edhe takim shumë duket edhe që kanë mbetur të kënaqur nga Jo, takon janë akoma Faktikisht nga shtrëngimi i duarve dhe nga shprehja e vullnetit të gjithë secilit që ishte në atë sallë. Janë akoma me cilësinë e mikpritësit edhe ju takon kjo dhe unë e konstatoj si dëshirë shqiptarëve që të përshfaqen si tolerant. Dhe kam dëshirë të besoj që shqiptarët, nëse do më lejohet ky përcaktim. Pse mos ta quajmë kështu që ne u vetë gostitëm me një gjë që ne kishim nevojë dhe kjo është problemi i gjithë kësaj çfarë ne duhet ta diskutojmë pak me një sy kritik drejt vetes. Për çfarë jemi tolerant dhe për çfarë nuk jemi? Jemi tolerant, për çfarë qëndrojmë dhe për çfarë nuk duhet jemi tolerant. Ju përmendet rastin e Sarajevës, që zonja du më ka qenë atje dhe ka ardhë. Mu kujtoj një tregim të Ivo Andrić për Sarajevën, për hipokrizinë e tolerancës në Sarajevë. Mu nuk më pëlqen toleranca si hipokrizi dhe nuk besoj që as Rajani, as Rajo nuk janë shumë sinqerë në të dhe unë i kam miq prej vitesh edhe besoj që janë krejt sinqerisht në këtë nismë edhe besoj që në atë sallë ka shumë njerëz sinqert dhe ka pasur shumë njerëz sinqert. Problemi është për te kësaj, a mund të shndrojmë ne tolerancën si besim, si gjuhë, që da besojmë plotësisht. Kjo është çështja. Dhe jo ta bëjmë gjoja për hir të modernitetit perëndimor që Organizata e Kombeve të Bashkuara apo dikush tjetër ka thënë që kjo është mirë tjetër. Të vinë si lëvizje siç ka ardhur sot. E plot, si një gjë e brendshme. Mua më mjafton që dy miqtë e mi, kam garanci miqësinë, që janë sinqertë në nismën e tyre. Nuk kam garanci për gjithën, por ama kam garanci që nisma ka qenë e plot, gjenuine, se e kanë besuar. Po kjo garanci vjen prej, unë e kam vetë këtë garanci për shkak të miqësisë dhe garancisë kaq viteve dhe jetës se këta dy si miq dhe si profesionistë në fushët e tyre e kanë përshfaqur dhe jetojnë. Por ama në krahun tjetër, kur flas për shoqërinë shqiptare, me gjithë dëshirën e madhe që kam për t'i dhënë gjithë cilësitë më të mira kësaj shoqërie, për cilën unë i përkas, dua apo s'dua, e kam vështirë t'jap ato cilësi. Sidomos adjektivin e tolerancës, e kam shumë vështirë. Është çështje shumë e madhe çështja e tolerancës. Do fillojmë ta mbledhim nga pafundme si çështje. Unë do përpiqem të flas një herë për ato që quajmë parime të logjikës tolerante. Autorët që kanë shkruar janë pafund, duke nisur nga logjika e letrarëve dhe pa diskutim dhe mendimtarëve. Jemi detyruar të referohemi për të pasur më kredibilitet në gjërat, jo për të thënë që kemi lexuar shumë apo kemi lexuar pak. Se nganjëherë bëhemi dhe ne hipokrit ke kjo logjika. Nietzsche thoshte ekziston mënyra ime, ekziston mënyra jote, mënyra e drejtë, mënyra korrekte, mënyra e vetme nuk ekziston. Atëherë je detyruar të kuptosh që këtu asnjëri s'ka drejtën supreme, mirë, por problemi është kush ka drejtë, cila është mënyra e cila është e drejtë. Në planin individual, pa diskutim që secili subjektivisht ka drejtë mënyrën e vet. Por kur vjen çështja në shoqëri, kjo ke një nevojë për një sistem referimi, përkundrejt cilës të ndërtosh sa rregulla loje, i cili në historinë e njerëzimit nuk është ndërtuar nëpërmjet tolerancës, është ndërtuar nëpërmjet konfliktit. Domethënë, janë përplasur dy palë, qofshin këto grupe interesi, individ, lidera, heronj, Fitoria ka vendosur të drejtën. Fitoria në kohrat paramoderne ka vendosur të drejtën, në kohrat moderne kur filloi shteti së drejtës, u vendosën rregullat e lojës që respektonin diçka më shumë se sa thjeshtësisht fituesin. Pra respektonin dhe drejtat e njeriut si një paketë më
Në këtë moment, mua më vjen ndërmend një tjetër thënie e Churchill, të mos gaboj, që thotë tolerantë janë ata që s'kan bindje. Sepse koncepti tolerancës prandaj themi shumë problematik. Do me thënë tolerant, çdo me thënë tolerant. Për shembull, nga ana tjetër John Rawls dhe Russell kanë diskutuar një gjë shumë të madhe. Në princip thotë tolerantët janë intolerant ndaj atyre që nuk janë tolerant. Mirë. Kështu që jemi Nxënës të Russellit jemi më të më Kështu që problemi i tolerancës është diskutim shumë i madh. Po të flasim në kategori të mëdha sociale, para epokës moderne qytetërimet tolerancën e kishin të logjikës së antikitetit grek. Përsëri, do t'ju bombardoj pak me shprehje për t'ju kontekstualizuar në ato ngjarje ose në ato rrethana. Aristoteli thoshte vetëm një mendje edukuar mundet të mbllaçis, të përpunoj një mendim me cilin nuk bie dakord. Do të duhet të jetë një mendje e edukuar, e mirë formuar që ti të mbllaçisësh një mendim, por çfarë ka qenë dia në kohën paramoderne është shumë e ndryshme me dijen në kohën pas periudhës antikitetit e pas periudhës mesjetës është shumë e ndryshme. Dija e sotme është dije konsumiste. Në kohët e sotme, për shembull Isaiah Berlin thotë, njerëzit nuk lindin budallënj, por njerëzit lindin ignorant, por bëhen budallënj nga edukimi modern. Edhe ne kemi një përplasje iderash të pafundme për të folur për tolerancën. Do me thënë, a është njeriu i edukuar më tolerant? A duhet jetë njeriu pafund tolerant? Për shembull, Nietzsche kritikon pafund tezën e Krishter. Dhe thotë, okay, kur të gjuajnë njërën faqe këthe faqen tjetër. Në qoftë se në rrethanshmërinë tënde sociale, ti ke një palë individ të cilët nuk e kuptojnë këtë si vlerë tënden, po e kuptojnë si mos vlerë tënden. Si dobësi tënden. A ke një faqe të tretë t'ja kthesh? Jo, i kthem prap faqen e parë. Prap faqen e parë dhe vazhdon me këtë logjik. Problemi është çfarë ndërton në përfundim me tolerancë. Dhe në fund fare vim përsëri ke një quotim tjetër i Dalai Lamës që thotë praktikimi më i mirë i të qenurit tolerant është të kesh armiq. Çështja është që sepse ti bëhesh tolerant kur fillon dhe ke përplasje dhe mëson të falësh disa gjëra. Dhe me këti Grida, po të duam ne mund të na ndihmosh sot. Do të ndihmoj sot. Marrim pikë. Kështu që tani kemi dy momente dhe unë do ta ndërpres për t'i lënë kolegët për të folur, jam këtu dhe dua të theksoj këto. Në qytetërimet e dikurshme kur dia kishte vlera jo thjesht informative siç jemi sot, toleranca vinte si një brendësim i dijes. Sigurisht këtu flasim për atë pjesë të shoqërisë e cila ishte e përfshirë në procesin e dijes, flasim për një 10% të bëjmë me shumë indikative. Ndërkohë që në qytetërimin modern, ose më mirë toleranca e shumë diskutuar perëndimore, është toleranca indiferente. Do me thënë, është një sinonim indiferencës. Do me thënë, unë respektoj kufit, flasim për botën e cila në një farë mënyrë ka një lloj mekanicizmi në respektimin e sistemit të së drejtës, unë respektoj kufit, nuk më intereson të kuptoj diversitetet, në qoftë se do më duhet të kem një negociat interesash, qofshin këto intelektuale apo materiale, në atë moment do filloj të kuptoj, të kategorizoj ty si qenie dhe do më duhet se s'bën të të njoh, dhe në momentin që do më duhet të të njoh, filloj dhe të kuptoj diversitetin. Por në përgjithësisht, sistemi i së drejtës i ngritur në botën perëndimore është një sistem i ruajtjes së kufive. Dhe her pas here ne kemi këtë problem në terma të filozofik të diskutimit, toleranca sot me sa e ndryshme është nga toleranca e dikurshme, e cila presupozoj që do të vinte si një vlerë e brendshme. Dhe nënkuptonte domosdoshmërisht një problem shumë të madh, që njeriu, nëse nuk kishte një ekuilibër dhe paqe me vetveten, nuk mund të ishte tolerant me tjetrin. Tani këtu jemi ne në shoqërinë shqiptare. Flasim njëherë nga perspektiva individuale, sa në paqe dhe në ekuilibër me vetveten ndjehet qytetari shqiptar në mundësi që të fali tolerancë, sepse është sakrificë toleranca, është një sakrificë ndaj vetes, duhet lëshuar për të pasur mundësi që ti, dhe kjo nuk bëhet në terma altruist, nuk bëhet për tjetrin, bëhet sepse nesër ti kërkon po të njëjtin kthim monedhe. Në momentin që ti do kërkon të respektohesh, duhet të respektohesh, dhe në këto kontekste do të arim tani te mirëqenia e qytetarit shqiptar, dhe këtu tash do hym në një diskutim tjetër. Hym në atë diskutim. Shamku, jemi të kjo, do të thënë, dhe Grida në fakt me thënjet dhe kundërthënjet, me prot dhe kundër tolerancës një lloj kuptimi, e trazoi këtë. Ç'është toleranca në vetvete një? Domethënë që ta nisim nga kjo. Çdo me thënë të tolerosh. Dhe kë toleron? Qartë. Tani unë po i qasëm për nga aspekti profesional, se besoj që të kuptuarit e fjalës është kuptuarit e të konceptit. Dhe për një thjeshtime etimologjik, në të vërtet, fjala tolerancë ka në thelb një rrënjë indoeuropiane, tal, që rri
për të dhënë shembull tek fjala Atlant për shembull ose Atlas që i themi ndryshe, që kjo tal do thot mbaj, peshoj, duroj, ngre. Sikurse veganit Atlas ju dha ndëshkimi që të mbante botën mbi duar. Përpasoj kuptimi primitiv i tolerancës i pari, ai përpara se të ndërtoheshin shtetet demokratike, ka qenë thjesht ai me duru. Me duru. Do me thënë, s'ke që bën, ai tjetri është aty, ti duroje. Duroje në kuptimin që duroje mos i bëj keq, por është një pozicion paksa cinik ky, sepse është i rreshtuar, koncepti rreshtohet nga ana e të madhit dhe të fortit, po themi të mbretit ose të gjithë pushtetshmit që i këshillohet ta durojë atë tjetrin. Do me thënë, po një mënyrë tjetër është përfill ose e lën hiset vet. Nuk është kjo shoqëria ku ne jetojmë, nuk është sepse jemi gjithmonë më tepër në situata urbane, kështu që në situata bashkëveprimi, kështu që iluminizmi solli një tjetër koncept të tolerancës. Do me thënë, mua më kujtohet traktati mbi tolerancën i Voltairit, që është një nga gjërat më brillante që unë kam lexuar, sa i takon tolerancës. Dhe traktati mbi tolerancën ose toleranca e re që solli mendimi iluminist është jo thjesht të duruar të tjetrit, po të pranuarit edhe ideve të tjetrit si pjesë ose si farktuese të botës tënde. Do me thënë, bota jote përbëhet nga idet dhe mënyrat e tuaja dhe gjithashtu nga idet dhe mënyrat e tjetrit. Ose më saktë E drejta ekzistencës të tjetrit. Jo vetëm ekzistencës, drejta e bashkëveprimit tjetrit me ty. Dhe do me thënë, jo thjesht ta tolerosh ti në punë tate, ai në punë vet. Ta tolerosh duke bashkëvepruar me tjetrin. Dhe shpreha lapidare për këtë e Voltairit është kur i drejtohet një kundërshtari, thotë unë e urrej atë që ti thua, por do të përpiqem qoftë edhe me kosto në jetës time që ti të kesh drejt ta thuash. Këtu hem në një fazë tretë tolerancës në vërtet, që është faza e bashkëveprimit dhe unë mendoj që për t'u përgjigj edhe zotris në një farë ose për ta vazhduar aty ku e la, kjo toleranca, faza e bashkëveprimit pikërisht të shëron edhe nga shndrimi i tolerancës në indiferencë. Do me thënë, lëngata e tolerancës deri në atë pikë sa që ti të mos ndjehesh për ato që quhet shkelet e lirisë tënde, shkelet e lirive tua themelore, sepse nuk është thjesht me duru, po është thjesht me bashkërëndu, me vepru. Sa i takon shoqërisë shqiptare, unë nuk besoj se ne jemi kështu Ka ishtë paqt. Jo, nuk besoj se jemi kategorikisht mungesë tolerant, nuk besoj se kemi diçka gjenetike që na bën ne, po themi, shpirtrat flakt. Unë besoj që janë disa kushte historike tonat që sjellin edhe në këtë, si me thënë, tiparet tonat përbashkësisë të përbashkëta, do me thënë, shoqërisë shqiptare. Sepse për shembull ku jemi dhe ku s'jemi tolerant. Ne jemi tolerant në bashkëjetesën fetare, po duhet me kuptu pse jemi tolerant bashkëjetesën fetare. Jemi sepse po të mos kishim qenë tolerant, do ishim shujt si kombë. Do me thënë një gjë shumë e madhe, shumë për mbi ne, na ka bërë që ta farkojmë ndërmoti këtë bazë tolerance. Po nga ana tjetër, duhet them edhe këtë fakt tjetër, që ne kemi procesi urbanizimit në Shqipëri, në vise shqiptare, ka ndodhur shumë më vonë se në botën rrotullnesh. Më thënë ai nisi, pastaj u ndërpre në kohët e Enver Hoxhës, sepse kontrollohej çdo lëvizje e fshatit drejt qytetit, Nuk ekzistonte lëvizje. ngriu, do me thënë, dhe pastaj nisi vrullshëm pas viteve 90. Procesi toleranca lind në hapësirat ngushta siç është qyteti, ku je detyruar të japësh të marrësh me tjetrin, ku je detyruar të shkëmbesh ditën në makina, ku je detyruar të mos ngresh zërin sepse ke komshiun ngjitur, nuk lind në hapësira, është pjesë e qytetërimit, toleranca, nuk mund të lindi në hapësira, po themi të izoluara dhe të shpërhapura, sikurse është fshati. Njerëzit parak, shpellakët, kanë qenë të tillë që për një mos pëlqim që kishin ndaj të afërt me të, gjunin kokës me çomange. Kjo nuk ndodh në qytet. Ju do thoshte që bënin dhe kuvendin. Kuvendonin dhe... Ato ishin kanunet pastaj. Jo, aty jemi më vonë, nuk jemi tek shpellarët, tek ajo pjesë. Ato janë lisit, por gjithsesi, sa më shumë edhe përplasjet
ndodhin pikërisht midis kulturave ndryshme dhe qytetërimeve ndryshme dhe ku ndodhin qytet. Po unë jam e bindur që sa më shumë të ecim të rrugën e urbanizimit dhe të qytetërimit, aq më vetiu do vi toleranca njësoj dhe këtu të nesër. Nuk ka arsye pse të jemi ndryshe. Nuk është për ndryshe, po të mos e kishim do na lexoja i bishti që pandej dikur. Megjithatë dua një opinion fundit të gjurejt në këtë pjesë të parë të emisionit. Duat të kthej pak mbrapa në kohën në periudhën kur isha ambasador i yni në Izrael. Jam i bindur që në atë diplomacin, si ta quajmë, promovuese, diplomacia aktive për Shqipërinë atje, dy janë gjërat që ke përmendur më shumë, që janë natyrisht izraelitët i kuptojnë shumë mirë, një që ka të bëjë me tolerancën fetare brenda për brenda Shqipërisë, dhe e dyta që shqiptarët kanë qenë jo vetëm tolerant, por edhe kanë rrezikuar jetën e tyre duke mbrojtur ebrejt në kohën e luftës dytë botërore. Dy element që besoj i ke propaganduar aty. Kjo është një problem krejt tjetër. Është lidhur me atë çfarë po diskutojmë sonte, por unë jam përpjekur patjetër, sepse është pjesë e detyrës funksionale, si thosh të një ambasadori së bashku me stafin, si thosh të promovohen ato vlera, qoftë tradicionale, qoftë aktuale të vendit tënd. Por nuk është si njiheshin mirë nga opinioni publik atje. Ne përpiqeshim, si thosh, po janë dhe dy gjëra të cilat ata mund t'i kuptojnë shumë mirë kur ja thua, sepse kanë probleme me arabët, ka të bëjë dhe me intolerancën fetare, dhe natyrisht kanë kujtimin e Holokaustit që është... Po kjo Alban na sjell ne në debatin nëse vërtet ne si vend, si kom, si shoqëri kemi nevojë që të jemi tolerant. Problemi i tolerancës ndërfetare tek ne është, natyrisht mund ta trajtojmë këtu, por është u përmend nga Ledi Pak, por është shumë kompleks për hir të vërtetës. Kur diskutojmë tolerancën ndërfetare, unë guxoj të them që është pjesë atyre vlerave që quhen vlera kulturore tradicionale të shoqërisë shqiptare, që për mu më tepër i dedikohet, si thosh, etnopsikologjisë së shqiptarëve, se sa kontributit që mund të kenë dhënë vetë feta apo leadershipi fetar me të kaluarën dhe sot. Natyrisht ata kanë kontributin e vet, por besoj që ka faktor, ka arsye të tjera. Kështu që është një çështje në fakt që meriton një diskutim me vete. Ajo që unë dëshiroj të them është se ne në këtë kontekst, kjo është një vlerë dhe ne duhet ta promovojmë fort, madje duhet ta konsiderojmë jo si një model specifik, si thosh, por si një normalitet, si një natyrshmëri, pra mos bëjmë përpjekje të pafundme, si thosh, për ta konsideruar si një model sjellje të konstruktuar socialisht, por është normalitet, apo jo, është natyrshmëri, pra toleranca është, nuk kërkohet, normaliteti është, nuk kërkohet. Natyrisht konflikti mund të jetë kërkuar, por po t'i referohemi të kaluar se është kërkuar më tepër rastin shqiptarëve nga të huajt. Kështu që megjithatë, kjo është, unë e konsideroj vlerë, është shumë pozitive. Vim tani tek problemi se çfarë do ndodh nesër pas këtij aktit, që ka dhe simbolikën e vet, dhe për cilin janë për t'u lavdruar, pra qoftë Ariani dhe qoftë Zoti Kristo, të cilët me atë që kanë realizuar sot, pra është një moment i dobishëm, është diçka pozitive, por puna është se çfarë do ndodh nesër. Ajo që unë kam parasysh është fakti se nëse toleranca tek shqiptar, tek ne është prehi. Është prehi demokratike. Pra, në kontekstin e sotëm, sidomos pas vitit 90 kur rritet shumë diversiteti social, kur Shqipëria është një vend tipik multifetar, ku ka pas konfliktualitet, ku ka marrëveshje dhe mos marrëveshje dhe janë të natyrshme, edhe nuk mund të shmangen, çështja është që tani të qeni tolerant, do ta mësojmë apo e kemi? Apo e kemi. Cili është roli institucioneve sociale pastaj, dhe ndoshta në këtë kontekst pra ja vlen që ne të diskutojmë. Personalisht mendoj që duhet konsideruar pra toleranca dhe qenë një shprehi demokratike. E kemi ne. Pra nuk e di nëse e kemi. Nëse nuk e kemi, hajde ta mësojmë. Në tërësi mendoj që nuk kemi shoqëri tolerante. Në tërësi.
guxoj të them natyrisht është vështirë të madhe si shta ne biu dhe duhen pa natyra çështjeve, mosmarrveshjeve, por në një nga le të themi problematikat më simbolike që kanë të bëjnë me intolerancën, siç është ndarja fetare, ne pikërisht aty e kemi shprehi. Atë thatë pak më para, po jo. Është diçka që është vlerë, është vlerë, jo, nëse flasim për tolerancën fetare, tek shqiptar, kur vjen puna për gjërat e tjera, ne e harrojmë këtë, qoftë edhe këtë lloj vlerë. Është tjetër koncepti i vlerës, është tjetër koncepti i parimit, qoftë vlerë demokratike apo parime demokratike, është tjetër koncepti i shprehi do të thotë veprimi përsëritur. Sa ne nesër, pas këtij akti që ka ndodhur sot, dhe në jetën e përditshme, çdo ditë secili prej nesh, e ka këtë si një veprim inherent, pra të brendshëm, dhe përsërit atë në mënyrë të natyrshme, pra. Natyrisht vjen me qytetrimin, por vjen edhe me përpjekjet që duhet bëjmë ne sot dhe gjitha institucionet sociale së bashku. Ky është problemi. Dhe ndoshta në gjatë bisedës ne do themi dhe secili mund të jetë roli dhe kontributi i këtyre institucioneve si thosh për ta kthy pra tolerancën dhe për ta konsideruar atë pra shprehi demokratike. Një veprim i përsëritur, që është krejt i natyrshëm për cilin do shqiptar. Më thanë, në jetën private apo në jetën publike dhe politike. Në politikë ose jo. Okej, shumë... Jo, ne jemi një telefonat larg tolerancës, këtë doja të thoja, për ta kthyer në shprehi. Gjithmonë neve i biem numrit gabuar dhe përgjigja që na vjen, domethënë, qoftë nga individët, qoftë nga institucionet, nga grupet e interesës kjo, domethënë, i keni rënë numrit gabuar. Sepse faktikisht i gjithë modelimi që bëhet në jetën publike, nga ata njerëz që kanë ndikim publik të drejtë për drejtë, është i gabuar. Ata na japin referencën e gabuar kur neve i biem numrit, i biem atyre tasteve, dhe kështu që dhe reagimi qytetar është i tillë. Unë them që në rast se ne gradualisht do fillojmë të biem numrit të duar, ata cilët janë mendje ndriturit, dua ta them këtë fjalë, domethënë ata njerëz cilët janë të shkolluar dhe kanë përgjegjësi publike dhe e kthejnë këtë përgjegjësi në detyrim ndaj publikut, ata duhet gjithmonë të orientojnë dhe edukojnë dhe të hapin rrugën drejt numrit të duhur. Kam përshtypjen që dy vende ka ku mund të edukohet toleranca. On familje, on shkollë. Tani, në familje është shumë vështirë të ndërhysh për të edukuar me tolerancë, sepse prindit nuk kaktrojnë, prindit thjesht japin shembullin e vet personal. Dhe edukimi i tolerancës në familje do të vi kur të rritet gjithë niveli i shoqërisë. Domethënë, kur prindrit ose ata në moshë madhore, që janë ata në të vërtetë që japin parët mesazheve tolerancë ose shërbejnë si model tolerancë ose jo, të jenë, po themi, qytetruar deri në atë pikë sa ta përdorin si shta profesori si shprehi në mënyrë të vetvetishme tolerancën, të jetë pjesë e sjelljes tyre. Ndërsa në shkollë, po, shkollë duhet filluar fort. Në shkollë duhet filluar fort, madje mësuesit duhet të... Apo të vazhdojmë, jo, nuk ka problem. Në qofse më lejon... Ta mbaroj mendimin tuaj, mësuesit pikë së pari duhet të futen në programet veçanta për të edukuar se si ta ushtrojnë tolerancën si mënyrë të sjellin në shkollë, në mënyrë që të shërbejë dhe si model... Dy gjëra mungojnë, më fal Alban, edhe e thash, dy gjëra mungojnë në edukimin shqiptar, edukimi civik dhe edukimi moral. Nuk po them fusim fen në shkollë. Por të gjejmë një mënyrë për të vendosur disa parime si mund të sillen. Është debatueshme kjo, por ndoshta mund ta vazhdojmë pjesën tjetër. Vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit, ndërkohë që një personazh shumë simpatik, miku im Dom Gjergj Meta, më dërgon një mesazh po na ndjek dhe thotë: "Do doja të pyesja pjesëmarrësit, a mund të ketë tolerancë ndërmjet kulturash identitare? Apo duhet me heq dorë nga pak prej identiteteve për me qenë tolerant?" I kthehemi pas pak edhe kësaj. Publicitet rikthehemi. Kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit duke folur për tolerancën, u munduam ta mbajmë në pjesën e parë tek përkufizimi dhe tek ta kuptojmë mirë se çfarë është kjo që duhet bëjmë me tolerancën. Në fakt, edhe po të vazhdojmë bisedën tek kjo pjesë, nuk i dalim asnjëherë në fund. Por unë po pyes edhe zoti Gjura e kapi në pjesën e parë, e hodhi si pyetje, unë po e ringrë pyetjen në një formë tjetër.
duke u referuar dhe njërë dhe presidenti, aty kanë folë dhe ambasadorët, apo jo, ambasadorët që... Përfaqësuesit e ambasadave që ishin në aktivitet. Kam idenë që kur flitet për tolerancën, edhe publikut që është këtu, edhe atyre që janë në shtëpi, i shkon mendja gjithmonë ku tek politika. Dhe e dëgjoj merr pas here këtë, duhet uleni palët në bisedë, palët duhet jenë më tolerante ndaj njëra tjetrës, domethënë llafe edukative, më lejoni që po t'i quaj kështu, llafe edukative të thëna, të stërthëna, të përsëritura e të stërpërsëritura. Ju çfarë prisni nesër që meqense ju keni bërë këtë aktivitetin, palët të puthen siç thoshte dikur një këngë? Gili se kishte ta filloj unë edhe pastaj Kanë me filluar një. puthën në fakt. Jo, se... Po ata janë bërë si puna atyre dashnorëve që sa duhen dhe urren, edhe rrinë më shumë duke u zënë se sa duke u puthur. Ideja është kështu, që toleranca nuk shkon vetëm si vlerë. Toleranca shkon bashkë me vlera tjera. Toleranca shkon bashkë me dialogun, shkon bashkë me komunikimin, shkon bashkë me respektin, shkon bashkë me pranimin, pra nuk është një set, nuk është vetëm një fjalë, është një grup i tërë virtytesh, të cilat përfaqësuesit, të paktën përfaqësuesit që ishin sot në aktivitet, i përmendën gjëre gjatë. Pra ne nuk është se bëm një shpikje në kuptimin më të mirëfill të fjalës, por se ishte një teren vet i mbarsur. Pra këto janë nevojat e përhershme të shqiptarëve. Gili nuk e kishte keq kur tha që 97-ën që le të puthen. Pak më shpejt? Jo. Apo pak më vonë? 96, 97, ajo ishte 96 apo që ne shijam 97-ën. Nuk e kishte keq. E mori kuptim në 97-ën. Po pra se, jo, u deshta ajo që të nuk merrte e kishte kuptim. gabim, sepse po t'ishim puthur 96-ën, do kishim shpëtuar 97-a. Tani, ja ku jemi në një shembull, po ta kishim që dëgjuar- duhet bëjmë me tolerancën. Në atë çfarë ndodhi në 96-ën. Kush duhet ishte tolerant dhe si duhet ishin tolerant? Ja ku jemi. Kush të puthej aty, kur njëri pretendonte që ka vjedhur dhe tjetri pretendonte që jo vetëm ka fituar, po ka fituar në mënyrën më spektakolare. Ja ku jemi në një moment që ta gjejmë tolerancën këtu. Shqetësimi i miqve të tolerancës, po përdor një term Presidenti i Republikës, nuk është nëse puthen apo nuk puthen palët që janë në konflikt. Po prap, Apo jo? absolutisht. Sepse kemi edhe atë parimin që kur bëjnë dashuri elefantët, shkatrojnë pyllin, apo jo? Kështu që Këtë shqetësim zakonisht e kanë partitë e vogla. jo, këtë shqetësim e ka çdo qytetar i cili është i dëmtuar nga dashuria e elefantëve që shkatrojnë pyllin. Por dhe unë këtu flas si qytetar, nuk flas as si parti e vogël, as si Jo, apo jo. nuk ishte... Partitë e vogla kanë shqetësim se nuk janë elefant, jo që shkatrohet pylli. Por kemi edhe parimin e miut që bëndet dashuri me xhirafën, apo edhe lodhe dhe shëndoshe. Dhe nuk dua të hyj këtyre historive se janë të gjata, por Histori me pyll. Histori me pyll. Do të ti shkëputem me pyllit dhe të mbrim tek qyteti ynë. Qyteti ynë ka një problem më të madh. Problemi është tu që këta puthen brenda një nate dhe pastaj zihen gjatë gjithë 4 vjeçarit. U puthen në 21 prill dhe ja çfarë prodhuan. Tani domethënë u zun aq keq në 21 janar sa që humbëm 4 jetë njerëzish. Në këtë emision kemi qenë dhe kemi folur që këta njerëz, këta dy zotrinj ose këto dy parti, këto forca politike, do grinden, po janë 4 jetë njerëzish në mes. Me ç'kosto do i shohim ne këta tulen tryez? Me ç'kosto? Megjithatë u gëzuan prapë kur morën vesh që është arritur një marrëveshje. Por vini re çfarë ka ndodhur? Çfarë kemi thënë në këtë emision? Unë nuk gëzova, vetëm e mirëpritëm. Kemi thënë që ka rrugë të gjatë dhe rrugë të shkurtër. Kemi 4 njerëz të vrarë dhe askush s'mban përgjegjësi. Kemi humbjen e statusit vendet kandidat. Dhe ja ku jemi sot këtu, i gëzojmë faktit që ndoshta këta do riputhen prapë si në 21 prill dhe do kalojnë ca ligje me 3-5 me shpejtësinë e po diun çfarë, skoterrës. Është ka dalë një grimcje se më shpejt se drita. Dhe ja ku jemi dhe themi a u puthen apo s'u puthen. Po tani ç'duhet bëjmë? Kjo nuk është tolerancë. Kjo nuk është tolerancë, ky është pazar. Dhe vini re një gjë tjetër që toleranca nga nënshtrimi ka pak largësi. Është një vijë shumë e hollë që i ndan me njëra tjetrën. Dhe unë dua ta përshëndes domgjergjin për pyetjen që ai bëri, sepse faktikisht dhe dua të falenderoj dhe Gridën, sepse me ndryrën që ajo bëri, vuri në dukje faktin që duhet identitet për të qenë tolerant. Dhe unë jo rastisht thash që tolerant është ai i cili ngre këmbën e vet të urës. Kur unë jam tolerant, nuk jam i detyruar me durue. Apo jo? Unë du me të përballë. Edhe debati i gjuhës ka qenë shumë tolerant nga anë e tij. Arione po më pëlqen ka po. Unë kam Ka ecë shumë në fushën e gjuhësisë. Unë kam Prisa dëshirë. mesazhet do fillojnë të vinë tani që
Për 10 minuta kalojmë, për 5 minuta kalojmë në ditën tjetër dhe s'kemi më detyrime me tolerancën. Kemi ditë e re dhe... Pastaj fillojmë përveshje mendje. Sepse edhe ne këtu po bëjmë një debat kaq toleranca, po çuditë edhe unë. Nga se ka identitet, ka dhe përballje. Dhe dëshira për të përballur është dëshirë për të ndërtuar urën e komunikimit dhe të bashkëveprimit. Ajo çka ka nevojë kjo shoqëri ka nevojë për bashkëveprim parimor dhe jo për puthje të pista dhe të ndyta që fajtikisht na shkatrojnë pyllin. Kjo është ajo që e nesërmja duhet jetë e nesërmja e qytetarëve, jo atyre që puthen. Mos bëjmë si ata pensionistët dalin ke liçeni dhe shpojnë gazetën dhe shohin ata që puthen. Dalim në tutje. Domethënë, problemi është që ndoshta ata se pak më parë thej që i kemi rënë numrin telefonit gabuar, kur ishte dhe i referohesh e politikës, shembullit gabuar të sherrit politik i cili pastaj na shpërndahet edhe në shoqërinë shqiptare. Por në fakt kjo histori duket pak si veza pulën apo pula vezën. Domethënë kjo politikë sillet kështu sepse ky është realiteti dhe kjo është shoqëria. Jo, kjo është puthja luftën apo lufta puthjen. Kemi një politikë komplet alienuar nga shoqëria, e cila vepron në një formë caktuar dhe pa pritur e pakujtuar, këta që janë poshtë e ndjekin këtë modelin e... Unë refuzoj këtë lloj logjike. Mund ta marr argumentin? Ne bi vetëm një sekond. Puthja luftën apo lufta puthjen. Unë refuzoj këtë lloj logjike. Unë kam dëshirë që të gjitha palët të përballen ditë për ditë, orë për orë, minutë për minutë, sekond për sekond me njëra tjetrën. Të përballen të ndryshme, të gjejnë parime dhe të gjejnë atë pikën e diamantit që çan në mes. Atëre, Desha për ta lidhur pak argumentin me pyetjen që keni lidhur me nismen edhe me pyetjen në respekt të domgjegjit. Me që nuk është këtu dhe ai ka pas kohë dhe energji në ndjek në këtë orë vonë. Po, duhet identiteti fort për çështjen, por ne duhet kuptojmë që jemi me shumë identitet. Dhe shumësia identitetet nuk është problematik në vetvete. Ne jetojmë shumësi identitetesh. Spari. Dhe lidhur me dhe kjo shumësi identitetesh pastaj ka hierarki mes tyre. Dhe këtu vjen pastaj dekodimi pse jemi tolerant për fen, nuk jemi tolerant për politike, fjala vjen. Sepse kemi këto identitete që përplasën, matrica në nxjerr diku që ne këtu i kemi dhënë prioritet diçka tjetër përkundër diçka tjetër etj. Për të ardhur tek nisma dhe pse unë jam bashk edhe në nisëm edhe në ide është se hap mundësinë për spari nuk është problematike më të flasësh për tolerancën si një gjuhë, për cilën duhet edhe vlen të qëndrosh, dhe dyta unë nuk mendoj se moderniteti në vetvete është tolerant. Dhe nuk mendoj që Urbania është tolerante në vetvete. Ajo i ka premisat e tolerante, po dhe masakrat shumë të mëdha njerëzore kanë ndodhur në hapësirën urbane. Njerëzit nuk kanë atë ndërtim tradicional në hapësirën urbane, që të jenë tolerant ndaj tjetrit, tjetrit ka shumë tjerë social, në qoftë se nuk flitet për këtë tjetrin, dhe me shku tek pranimi i tjetrit. Domethënë, Urbania vetvete nuk është një hapësirë shenjtë. Domethënë, hapësira urbane vetvete nuk është një hapësirë cila arkitektura urbanistika të jep civilizimin, të vendos kushtet, predispozitat, që ti ta pranosh tjetrin në hapësirë shumë ngushtë dhe nuk ke nga jamban. Nëse hapësira fizike e fshatit tradicional të jep një mundësi që të përjashtosh tjetrin fizikisht në distancë, hapësira urbane nuk të jep të mundësi. Atëherë ti duhet mendosh gjatë si ta shndrosh në polis. Po jo që kjo vetëvetërisht Tirana jone e madhe është urbane. Biles, nëse ne kemi diçka që edhe mua i bashkohem profesor Gjurajt në idenë që në asë nga ana tradicionale ne si shoqëri kishim për shumë kohë kishim ndërtuar një mekanizëm, ndoshta nëpërmjet fare fisnisë, shumë arsye, për argumentet të tolerancës fetare, ne nuk mund ta marrim si të mirëqen tolerancën edhe fetare në hapësirën urbane. Unë nuk jam dakord ta marrim më si të mirëqen. Unë jam i mendimit që për gjitha tolerancët duhet flasim gjatë dhe të bëjmë sikur është ashtu. Sepse nëse ne nuk flasim dhe nuk e promovojmë tolerancën si vlerë, jo për ta promovuar vetëm një ditë caktuar, cila ka rëndësi, data 16, që po kalojmë data 17, por nëse ne nuk e shndrojmë në shprehi, në sjellje, në vlerë, si diçka që është pjesë e jona, dhe jo si një vlerë që duhet ja shesim dikujt tjetër për t'u përshfaqur si të modernizuar, ne nuk do shkojmë gjikundi, do shumë larg pa përplasje të mëdha. Nuk është më shoqëria kombëtare, shoqëria e cila mund të analizohet. Ne kemi ide që futen nga gjitha mënyrat në këtë shoqëri, të cilat ne kemi 20 vjet dhe kjo brezni e re është vetëm 20 vjeçare.
Akoma nuk jenë bërë lidera këta institucionet përkatëse që do vi një moment kur ne do i gjemë këtë studio dhe të na thotë, unë nuk jam dakord me ty ma, sepse nuk kemi nevojë më për këtë tolerancë, nuk kam nevojë më për tjetrin. Duhet shumë idhëtar të tolerancës dhe tjetrit, me e pranu. Fanatik të tolerancës. Po, me e pranu tjetrin, por për çfarë me e pranu, shtrohet pyetja gjithmonë. Këtë pyetje nuk do na largohet asnjëherë prej mendjes tonë. Deri ku do ta pranoj tjetrin unë? Dhe për çfarë qëndroj në këtë shoqëri? False. Na duan shpesh disa indikatorë që mos jemi kaq generalist, sepse jemi pastaj kemi të zbresim në çik logjika praktike. Ecec në përres, po zbresim dot. Pyetja është ku duhet jemi? Ku duhet jemi tolerant, ku duhet jemi tolerant? E ka them unë një gridës një të shkurtër. Unë jam tolerant, do flas shumë shkurt sot. Prit pra. Atëherë lërë li. Jo, lash. Kjo ishte. Toleranca. Më ndërpreu me të për tolerancë. Ky hoqi dorë nga një pasion i tij për të folur. Hoqja dorën e fol mja fare. Po ke folur sot pra gjithë ditën atje. Je lodhur. Nuk gënjehet grida me këtë lloj tolerancë. Ke folur sot. Tash çështja është fjalimi i presidentit për shkakun, se të marrim ca shembuj që i kemi afër. Filloi dhe në fjalimin e tij tha duhet jemi më paqësor, më tolerant etj. Mori një shembull, tha ka dhunë edhe në zyrat e policisë. Tu tash është një tmerr i madh, flitet më për tolerancë këtu. Qofse një president thot ka dhunë në zyrat e policisë, tu s'ka logjik tolerancë. Këtu duhet të ketë dhunë për dhunën. Duhet të ketë një ndëshkueshmëri për atë dhunën që ndodhet aty brenda. Nuk është një kategori e tolerancës kjo gjëja. E tha si shenjë intolerancës, duhet jemi tolerantë. Po s'ka lidhje fare me tolerancën, kjo nuk është, domethënë, të ndajmë tolerancën nga detyrimet. Unë jam dakord me ato që zonja Shamku tha më përpara që vjen si një ekzigjencë urbane. Ai e përmendi si shembull të intolerancës institucionale. Po nuk është intoleranca ajo. The që s'do flasësh. Nuk është intoleranca ajo. Nuk, domethënë, çështja e ligjit, sanksionit, detyrimit, nuk është çështje toleranca. Nuk mund të imagjinojmë ne që do ketë tolerancë në konfliktet politike, se janë konflikte që kërkojnë pushtet. Tolerancë nuk mund të ketë. Ç'ës mund të ketë? Nuk mund të ketë tolerancë. S'ka në Zvicër? Flasim parimisht. Vetëm në parimisht. Flasim parimisht dhe pastaj do flasim me statet e zhvillimit një vendi, pastaj flasim për Zvicrën, se ne kemi edhe një vend si Belgjika që ka 2 vjet pa qeveri. Pa qeverim. Tash këto janë statet e zhvillimit të një vendi, po kur dy parti kërkojnë, edhe fakti që s'ka qeveri, këto të thotë që ka një konflikt aty brenda, sidoqoftë. Konflikti është, po shteti vazhdon. Po, aty pra të dalim. Pra, logjika e tolerancës në mënyrë metaforike në logjikën politike mund futet maksimumit tek respektimi i rregullave të lojës. Domethënë, nga përplasjet e dy grupeve të interesit, dalin një parë rregulla loje të cilat neve parimisht duhet të respektojmë se s'bën. Dhe këtu mund flitet paksa për tolerancë në kuptimin që janë rregullave që nuk janë perfekte, i kemi bërë të dyja palët bashk, dhe duhet jemi tolerant për atë pjesë që ligji nuk ka mundësi ta kopësisë totalisht, se po të ekzistonte një sistem që ligjet, kodi elektoral do të ishte perfekt, kjo tjetra do ishte perfekte, ligjet që atëherë mjafton të fusje një letër në kompjuterin e gjykatës dhe zgjidhje çështja. Diku gjithmonë ka nevojë për vullnet human, për njohje të. Tani në këtë kuptim, toleranca do vi pastaj si pasojë një parimi prioritar për palët. Për shembull, thamë ne integrimi. A duhet që ne të cënonim çështjen e integrimit, kur nga 12 detyrat e shtëpisë, 4, 5 apo 6 çështje interpretimi ishin çështje politike. Domethënë, nuk ishin çështje të mjeteve teknike. Atëra, mundesh ne të ishim tolerant të ky prioritet, pavarësisht se kush do të ishte më shumë, apo etj. Na ngelen në 12 Tash unë këtë diskutimin kur nuk do ta them që europianët nuk u treguan. Sepse jemi ne që po duam të jemi vend kandidat dhe jemi të detyruar që kondicionet e tyre etj. Por jam e bindur që përsa kohë që rregullat e lojës nuk po ndërtohen nëpërmjet një përplasje të pastër. Këtu do dalim tani. Dhe këtu nuk mund të jemi tolerant. Unë nuk jam tolerant në qoftë se mungon një përplasje e mirëfillt principale midis dy forcave. Përmendi Galdini, përballje, do të ketë përballje, toleranca është përballje. Do ndërtohen disa rregulla loje dhe pastaj toleranca që ngelet në raport me rregullat e lojës që duhet respektosh, ka lidhje me parimet, ka lidhje me prioritetet. Dhe këtu mund të ketë vend për të diskutuar, nëse palët do të mund pra ne të gjithë, do të mund të jenë tolerant tek prioritetet e mëdhaja, të cilat ne nuk i kemi parashikuar në histori, se ne nuk mund parashikojmë hapin e radhës, nuk mund parashikojmë situatën tonë. Në këtë kuptim, duhet jemi intolerant për të respektuar rregullat e lojës, dhe duhet jemi tolerant kur rregullat e lojës janë thjeshtësisht mjete dhe cënojnë parime më të mëdha. Ky është diskutimi im. Grida ka jashtëzakonisht drejt, por këtu martohet edhe me konceptin që tha profesori. Ne kemi nevojë
profesor Tonini, ne kemi për shprehi. Dhe shprehia vjen atëherë kur loja politike nuk është vetëm lojë për pushtet, e cila përplasjen e ka si lojë të tillë, domethënë që synon që dy partitë të kërleshen, të ndërkryen me njëra tjetrën, vetëm që njëra prej tyre të kontrollojë institucionet dhe pushtetet e këtij vendi. Por ama, nëse ne do të shohim që loja politike do të ndërhyjë edhe tek elementi themelor i arsyes pse ekziston politika, tek qëllimi kryesor që ka qenë edhe pjesë e fushatës elektorale, qytetari është i parit, do me thënë edhe për të shërbyre qytetarit, kam përshtypjen që gradualisht do ndërtojmë shprehin. Po për sa kohë do jetë vetëm lojë për pushtet dhe luftë për pushtet, po në gjeneza shu do jetë ajo. Në gjeneza shu do jetë. Patjetër, po pushtet për të shërbyre qytetarit. Radha opozitës. Ngreduar të lartë. Erjoni po bëhet një ndihmës shumë i mirë bashkëdrejtuesi i emisionit. Unë jam i gëzuar se nuk na u prish festa edhe prandaj. Se kishe edhe këtë frikë që mund të prishej festa. Si ishte vetëm frikë. Vazhdo mos flasësh shumë se. Jo, më mbylla. Këtu mos fol më tepër se kaq. Mbylla. E kjo u bë si Ciceroni që meqense s'donte të fliste kundër Jul Cezarit, foli greqisht që të mos e kuptonte asnjëri. Themi dhe në greqisht. Okej. Tani, para gjithash dua ti ta përshëndes Dom Gjergjin dhe ti përgjigjem edhe pyetjes ti, siç e mendoj unë. A mund të ketë tolerancë mes identitetesh? Unë mendoj që për t'i qëndru dhe standardit të Bashkimit Evropian i Mbaritate Concordia, do me thënë aty ku është dallueshmëria ose të dallueshëm në harmoni, unë mendoj që në këtë optik secili duhet lëshoj nga pak nga identiteti vet, gjithmonë në funksion të asaj që përfiton, duke bërë tjetrin pjesë identitetit vet, por natyrisht pa psu asnjë lloj alterimi. Do me thënë pa humbë boshtin e identitetit vet. Do me thënë në mbrim të bëhemi komplementar vlerash, siç kemi qenë tek e fundit dikur. Po t'i referohemi gjithë legjendave, prallave tona janë po kaq të përkushme me ato greke, me ato prallat e vjetra indiane, etj. Nuk është thjesht çështje prallë, është çështje mendësie dhe përplotësimi, komplementarizmi. Kështu që në këtë pikë le të kthehemi mendrisht aty ku kemi qenë dikur, përpara se ky vend kalon të shumë ndeshtrasha. Kthehemi në atë pikë ku gjithë plotësonim njëri tjetrin dhe gjithë jepnim e merrnim në mendësi, në rrafsh me njëri tjetrin. Ndërsa sa i takon politikës dhe sa i takon rregullave të lojës dhe përplasjes, tani ne sapo kemi hyrë politikisht një fazë përravitje si rezultati gjendjes skandaloze në cilën ndodhet Shqipëria. Dhe kështu që unë nuk dua të bëhem Kasandër, por nuk dua të prish të dal nga radha në këtë radhë kompromisi. Se tani është momenti më i bukur që radhët të shtrëngohen, del në radha. Në këtë radhë kompromisi. Lëse. Është vërtet shumë i gëzuar. I gëzuar apo i gazuar, nuk e di. Ky uji ishte me gaz. Kam frikë se entuziazmi tepër bën intolerant. Jo, më pse po ti lëre të shpreh? Në momenti që këta bashkohen, pra e di ku e kam. Jo, është edhe çështje teknologjie. Në momenti që këta afrohen për të bërë diçka bashk, ne duhet të inatosemi edhe më shumë se më përpara që këta ta bëjnë atë gjën. Aman. Vetëm inatosuni se... Ne po s'na dëgjoni juve. Ne duam të vim në parlament të themi na i laf për ato gjërat që janë qytetarët në kuriz, edhe ata për 2 sekonda kalojnë ligjet. Kupton edhe? Jo, nuk është tamam ashtu. Jo, s'është tamam ashtu, po është edhe më keq. Madje, si pasojë një nuk di humbje besimi apo kalimi një kohë periudhë shumë gjatë në diktat. Apo çështje prishje hierarkisë vlerave, shoqëria shqiptare vuan pikërisht në kjo. Nga kjo pseudo-tolerancë është shndruar në një indiferencë dhe në një ç'mduhet mua se ç'bëj unë, dhe për pasojë në këtë pikë nuk ngjajmë fare me vendet rrotullnesh. Po edhe kjo është çështje që do vi përmes edukimit edhe sensibilizimit. Ndërsa sa i takon është një nga instrumenta shpejt. Unë besoj shpejt. Po më kanë dalë dyshimet bardha më. Shiko, nuk mund të kapërcejmë brenda ditës ja pse për kushtetuta për 12 orë. Shpejt, më shpejt. Ne lam... Kupton se
Ne Çështje shpejtësie. Bëhet kjo me ligje, thua ti? mund të... Si s'bëhet me ligjet? Orion, a mund të presë? Patjetër, jo për ligjet, jo për ligjet. As për dhunën e policisë, Prit më se unë fola. as për dhunën e policisë në Mund ndrysh zyrat e policisë. vendosësh tolerancën. Shpejt, ben, këto vjen shpejt. Ja ta Atëherë, ulim pak shpejtësinë ta dëgjojmë. pra, thash që nuk dua të bëhem të dal nga radha, por ka shumë intolerancë në politikë dhe unë punën e intolerancës në politikë e kam vuajtur në kurriz sepse jam detyruar të marr pjesë në një ose të hy në një grevurie 2 javore edhe me pasoja fizike pikërisht se u prishën rregullat e lojës. Sepse rregullat e lojës dakord që mund vendosen në përplasje, por kur njëri thot merr topin në sjetull dhe thot topi është i imi dhe penalltin do e gjuj unë, pastaj kësaj nuk kemi që themi më rregull loje. Dhe morët flamurin Gardelinës dhe thatë që flamuri është ynë edhe... Tani unë nuk e kam parasysh çfarë kuptoni ju me Gardelinën edhe... Arbitrin ansor. Edhe me flamurin, jo, në rastin konkret, po ditë them që rregullat e lojës janë shkruar në zezë të bardhë, pastaj interpretimi është çështje vullneti. Pa dashur të diskutoj, dhe për të shtuar në një diçka tjetër, pa hyrë në ju, unë, ata, këta... Më falë, në që se thash ju më falë. Jo, ka një problem të madh që gjithmonë tolerant është ai që është në pushtet. Sa ai që nuk është në pushtet, nuk ka... Edhe po s'qe tolerant, nuk i zgjidh në i punë, se do vim sërish këtë topi është imi me atin dhe gjyun. Edhe një përkufizim që toleranca është gjithmonë nga pozitat e forcës. Ai që ka dorë të ushtroj forcën ose të hapi rrugë është tolerantë. Ai që më i vogli mund t'jetë tolerant, po dhe po s'deshet po s'je tolerant, me ma e thot t'i vazhdo se unë kam punën time. Edhe kështu ka ndodhur në të vërtet. Megjithatë, meqense përmendet 21 janarin, megjithatë ja u kemi një provë tolerancës që edhe me 4 vrarë në shesh, edhe me një baderdi elektorale, ja ku jemi këtu, kemi dhënë mesazhin më të qartë tolerancës, që Erioni i quan tatatatak. Unë nuk është dakord me Erionin, më falë. Unë nuk është dakord me Erionin. Ta mbaroj. Jo, vetëm një sekundë, Të lutem. Po ta mbaroj se është mbas me. Nuk është dakord me Erionin se mendova që kur thatë nuk do dalë nga radhët e kisha fjalën, mendova se po thoni nuk do dalë nga radhët tona. Jo. Nuk do dalë nga radha. Jo, nuk është e radha e partisë, radha e situatës. Nuk duat prish, duat bëjmë se thonë italianët guasta feste. Por, pavarësisht se unë për vete i qëndroj faktit që toleranca është edhe ushtrim të drejtash. Në shtrath parë ushtrim të drejtash, dhe me thënë. Po me gjithë në këtë situatë kompromisi, po themi që ja ku është mesazhi i parë i tolerancës, sepse edhe unë ndjej shumë në kuriz këtë sëmbim që ka gjithë shoqëria shqiptare për të teatër të shëmtuar që është ndruar politika. Kjo, më falë, Ledi, ideja është kjo që me akte të këtij lloji, të kompromiseve të mëdha, të kompromiseve historike, kemi parë që nga momenti i parë kur filloi pluralizmi, në vitin 91 me qeverinë e stabilitetit, po të vazhdosh më pas me qeverinë e pajtimit kombëtar, pasi bëm një sherr shumë të madh kombëtar gjithashtu. Kemi parë më pas në kohën e detantës Berisha Nano, presidenti, prokurori e të gjitha me radhë, dhe po e kemi parë prapë në 2008 me ndryshimet kushtetuese dhe kodin elektoral, po e shikojmë prapë tani me këto shenjat që po japin. Problemi kthehemi edhe një herë tek ajo që kompromisi vjen si mundësia e fundit përpara vetvrasjes totale. Nuk vjen kompromisi si një gjë e natyrshme që mund të ndodhi në politikë përveç sherrit dhe betejës madhe. Apo jo? Tani, Shqipëria do bërë rrugën e vetë. Kjo është pjesë e rrugtimit, ne kultura politike pluraliste në këtë vend është jashtëzakonisht e re. E rëndësishme është që të mos cënohen në mënyrë krejtësisht të njanshme dhe nga ana e më të fortë të rregullat e lojës. Sepse përndryshe, pastaj nuk është kompromis, ma është në nështrim. Absolutisht. Edhe kjo ka një të vërtet brenda. Megjithatë e diskutojmë. Tonin. Do bëj përpjekje që t'jap një përgjigje sepse jemi në këtë situatë. Dhe unë jam i prirur të drejtohem institucionit shkollës. Me qenë se vetë kam qenë mësues, jam pedagog, por nuk ka nisë karriera jonë, pa diskutim, dhe jam absolutisht i bindur që institucioni shkollës
edhe familjes natyrisht, por unë shtoj këtu edhe institucionin e fesë dhe me shumë shkurt do përpiqem ta elaborojte, ka në rëndësi të jashtëzakonshme për të mësuar atë që unë prapë insistoj për mua është toleranca duhet të jetë shprehi demokratike, shprehi shoqërore. Tani, pse çuditën tuajt dhe pse ka një paradoks? Pra, në kuptimin tradicional, toleranca ndërfetare pranohet si vlerë dhe na njihet dhe na pranohet nga tuaj dhe ekziston, okay? Dhe vim në ditët e sotme, vim në politik, vim në jetën e përditshme, ne jemi intolerant. Çfarë ka ndodhur? Ajo që ndodhi para vitet 90 tek ne, për hir të vërtetës, ne nuk mësuam vlera, ne nuk mësuam shprehi demokratike, ishte një lloj indoktrinimit. Gjërat vinin nga lart poshtë me imponim. Ishte një të vërtetë. Absolutisht. Nuk ne nështroheshin një diskutimi racional me disa anëtarëve të shoqërisë, një diskutimi të hapur me disa anëtarëve të shoqërisë, sepse kështu krijon vlerat. Është arbitrare. Apo jo. Pra kishte arbitraritet. Kjo është e para. Tani dhe sepse po të rikthehemi tolerancës ndërfetare, asaj që si vlerë tradicionale, pra kishte të bante shumë dhe kodi zakonor të shqiptarët. Nuk përmend njëri të shqiptarë që ka 3 kode, kodi katolikëve, muslimanëve apo ortodokse. Kodi i shqiptarëve. Apo jo. Dhe, me thënë, kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sot është pjekur dhe natyrisht ka përmirësuar shumë imazhin ton dhe është një vlerë të cilën ne mund ta shesim shumë mirë tek ndërkombëtarët. Tani, nëse ne shprehit demokratike, pra si veprimet të përsëritura, nuk i mësojmë në shkollë, jeni të sigurt që ato të cilët nesër do jenë në jetën publike dhe në jetën politike nuk do t'i manifestojnë dot, sepse nuk i kanë pjesë të natyrshme të tyre. Kjo është arsyeja që ka shumë vështirësi për të bërë kompromis, për të përshtatë me situatet e reja, për të dialoguar dhe për të qenë tolerant. Dhe politika jonë prandaj e ka këtë. Politika natyrisht nuk janë të gjithë një lloj dhe unë po bëj një lloj përgjegjësimi, por atë që mëson në jetën private, atë që mëson në shkollë, atë që mëson në jetën e përditshme, i vogël, natyrisht dhe pastaj duke u edukuar, pra me kalimin e viteve, do ta reflektosh nesër në jetën publike dhe në jetën politike të shoqërisë. Arsyeja tani, kjo është elita politike që ne kemi ose paria, dakor? Nuk kishin mësuar shprehi sociale apo demokratike, kështu që e kanë shumë vështirë sot, thanë të jenë tolerant, të dialogojnë, të bëjnë kompromis. Arsyeja pse janë recidivistë, shikon, arrit një kompromis, por nuk është i brendshëm, nuk është i natyrshëm, i rikthehen prapë konfliktualitetit, i rikthehen në ngulbizim. Kjo është, domethënë, prandaj themon çështje edukimi. Dhe janë shoqëri që kanë provuar këtë. Tani ne mund diskutojmë, mund marrim plot shembuj, plot modele, por tani shoqëria amerikane, domethënë tek e ka gjetë përgjigjen tek qytetaria demokratike, tek edukimi qytetar demokratik. U përmendën absolutisht shkolla ka shumë rëndësi. Prandaj them unë do marr shumë kohë dhe do të çështje vitesh dhe dekadash që ne t'i mësojmë si duhet shprehit shoqërore, shprehi demokratike dhe toleranca dhe të qenë tolerant është njëra prej tyre. Për ndryshe ne do kemi vështirësi. Absolutisht ju e nvizuat pak dhe Shamku, por unë mendoj që familja mbetet institucioni kryesor social. Në një kuptim familja është edhe komuniteti sepse ka anëtar të cilët u kërkohet pra që të respektojnë njëri tjetrin, të gjithë ato vlera dhe shprehi mësohen në familje pikë pari. Dhe familja mbetet absolutisht familja, jo po, shiko, familja përfton mekanizma të cilët të mësojnë se si të durosh, se si të... Kur familja i ka vetë brenda? Absolutisht, familja është një lloj. Dhe unë guxoj të them tu edhe institucioni i fesë. Pse e them te? Është bërë debat shumë i madh pra nëse do ketë edukim fetar në shkollave jo. Unë nuk them të mësohet feja atje si dogmë. Historia e kulturës. Absolutisht. Besimet fetare, sidomos rasti i shoqërisë shqiptare si shoqëri tipike multifetare është fenomen sociologjik. Dhe cila është e keqe nëse ato të paktën 2-3 vlera themelore që transmetojnë këto që ne i themi fetë monoteiste që kemi ne, problemet e bamirësisë, problemet e besnikërisë, problemet e simpatisë etj, absolutisht vetëm do ta përforconin, si thosh, ato njohuri që të rit, pra fëmijët të rit, do të merrin për sa i takon shprehive sociale, shprehive demokratike. Dhe në këtë drejtim unë mendoj që feja, më thanë, luan një rol dhe do të luante absolutisht fetë. Bëni një fjali kam, një fjali. Kështu që, pra për ta mëu, është çështje edukimi. Absolutisht dhe ne, me thanë, duhet të jemi vetëdijshëm për te dhe reformimi nuk është se nuk ka filluar në tekstet tona, në edukimin civik përmende, po edukimi moral përmende, po aty brenda është, ai që i thonim në atë kohë, por ky është pra edukimi qytetar, edukimi civik. Dhe unë shpresoj që
ky brez, i cili nesër mund të jetë në jetën publike politike, absolutisht do jetë më ndryshe. Sepse Tregova i kurajshëm për të thënë edukim dhe fetar, po prandaj thash moral. E di si thot Hannah Arendt, duke vjuar çështjen e tolerancës, toleranca e sotme, moderne, vetëm nga çasti kur dikush mendon brenda vetes që ai mund ta ketë gabim dhe tjetri mund të ketë drejtë. Nëse ne nuk kemi, natyrisht, nëse ne nuk kemi, po vetëm të marrët dhe dogmatikët nuk kanë dyshime. Nëse ne në momentin që është hedhim një hap, nuk dyshojmë qoftë dhe për një sekond, që jemi apo jo në drejtën ton, apo jemi në gabim, toleranca nuk rritet dot. Kjo mund ta bëj pastaj edhe gjithkohës të lëkundemi. Ajo përgënjeshtron dhe Clausewicin dhe Kissingerin kur thotë që dhuna nuk është politik me mjetet tjera. Dhe ka kjo me këtë gjitha shumë. Okej, duhet të them që ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri, konfliktualiteti shpesh herë i tepruar që ka gjeneruar edhe dhunë, ku mbrin në momente të tilla që ne i quajmë dhe tolerancë faktin që palët ndërveprojnë me njëra tjetrën, kam frikë se i përafrohet atij mendimi që demokracia me dyert mbyllura është demokracia e vrarë. Kam dëshirë që faktikisht gjërat të bëhen sikurse tha Grida, me rregulla, loje dhe parime, që pastaj ndërtojmë atë që tha profesor Tonini, shprehit demokratike. Shumë shkurt fjalia. Një fjali kam, ideja është pse thash që duhet të bërtasim ne më shumë kur palët kryesore bien dakord. Sepse diskutohet që mund ta ham ne nga ajo që bëjnë ata. Prandaj ajo që ma mori Galdini këtë, ide që kisha, që edhe bashkohem me Galdinin në këtë rast, që duhet jemi palë shoqërore dhe shoqëria civile në kuptimin që ne nuk duam të marrim ne vendime, por ne duam të ofrojmë ekspertizën tonë, sepse në fund që ndodh? Të gjitha gjobat e kodit rrugor do të janë publiku. Pra, do katërfishohen, ai më shumë, ai publik që paguan, se sa ai që s'paguan, kështu që ne po kërkojmë që ajo hapësira gjigande e tolerancës që është hapësirë korruptive, të bjerë. Dhe toleranca shkon bashkë me intolerancën, sepse ne nuk kemi thënë që jemi tolerant me korrupsionin. Ne nuk kemi thënë që jemi tolerant me krimin, me dhunën, qoftë edhe në rajonin e policisë. Pra nuk kemi tolerant me këto shfaqje që pengojnë zhvillimin e tolerancës. Si shtot Padre Anton Arapi, që janë në të tilla raste është tolerancë mos me toleru. Po pra, më pëlqen, jam edhe unë me Anton Arapi. Pra, ideja që kemi ne me një fjali do ta mbyll, është që toleranca duhet jetë vlerë, është më shpejt se sa shumë dekadat që po flasim. Ne pretendojmë që ta jetojmë jetën tani që jemi ne këtu, e kupton, të ndërtojmë ne një jetë të bukur. Po do bësh durim. Nëse do presim 500 vjetët e barit anglez, unë nuk besoj që doroj 500 vjet. Jo, nuk, megjithatë një tull e vure sot. Jo, pse Alban, në lidhje me dy gjërat e fundit, se do thoja diçka tjetër, po e nisim pjesën tjetër. U tha, duhet dyshosh tek vetja se ke gabim për të pranuar tjetrin, është totalisht e vërtet. Por ajo që ka ndodhur në këtë rokad shtresore të shoqërisë shqiptare, na ka ndodhur që pas 50 viteve të smerrit të barazitizmit, i cili ishte i pabarabart në thelb, domethënë s'mund të jenë qenie të barabarta, vim në një etapë tjetër në cilën ajo që pluskoi lart në shoqërinë shqiptare ishin vetëm njerëzit që kishin guxim. Se ne në fund fare themi tolerancë, themi vlera, themi edukim, po kërkon një shtres elitare shoqëria që t'ja ndërtoj këto guida. Sepse ne themi, kërkon shoqëria një kret shtres elitare, nëse se ka këtë shtresën elitare, kush do t'i bëj këto parime? Thot profesor Tonini, unë kam qenë tim ekspert kryesor për kritikon që është bërë tekstit edukatës qytetare. Po të them me sinqeritet, më vjen keq them që s'kemi kapacitete shkruese për edukatën qytetare, të një qytetari aktiv, jo të një qytetari pasiv, një qytetari aktiv. S'kemi kapacitet pse kërkon kulturë kjo. Kjo kultura vjen gjithmonë nga një klasë që është elit, që është guiduese. Por çfarë ndodhi pas këtyre 50 viteve? Në një sistem i cili vlerat i bëri i shkatroi dhe nuk i dihet, i ngatroi, nuk po them që ishin vlerat dikurshme apo nuk po hym të diskutime, por problemi ishte kush do ishin vlerat e momentit. Dhe kush fitoi aty? Ata që mendoheshin pafund që ndoshta e kam gabim, që ishte një pjesë e performuar mirë e shoqërisë shqiptare, ajo nuk reagoi. Reaguan ata që këtë lloj reflektimi nuk e kishim në vetvete. Dhe dhuntia e tyre që kishin në të bërit biznes, në të bërit 5 gjëra tjera ishte guximi. Dhe këta guximtarët e mëdhenj, që nuk do të thotë domosdoshmëri që kanë dhe vlera tjera, ishin shumë herë më të fituar në terma të suksesit të këtij momenti shoqëror të klasës shqiptare dhe sot s'kemi që bëjmë, shoqëria është sa ekonomike është dhe sociale, duke pasur vlerat e tyre të materializuara në
disponim, Bëhen dhe ata një shembull- bëhen dhe guidus. Dhe tashti, kjo logjika e të identifikuarit të vetja shumë shpesh gabimet e klasës intelektuale shqiptare, çfarë na bëri? Që këto intelektual mos t'i kemi me shumicë dhe në politik, mos t'i kemi me shumicë dhe në grupet akademike, nuk kemi intelektual të mirëfillë, se intelektual nuk quaj një njerit që thjesht siç ka lexuar. Duhet një brum njerëzor për të qenë akademik. Kjo na çon dhe njërë të pyetja, a është toleranca virtyti intelektualve? Absolutisht po. Absolutisht. Jo ekskluziv- intelektualve, njeriut me një brum human dhe intelektual. Kështu që absolutisht nuk mundet të pranosh diversitetin e tjetrit duke respektuar një vizion që nesër, sepse ideja e... Çfarë ato që janë pjesë e politikës shqiptare nuk janë intelektual? Po pse janë kaq intolerant? Nuk janë intelektuale apo janë intelektuale? Janë, pra, janë, i pjesë e mirë e tyre janë intelektual. Tani, shiko, Dhe janë po shumë flasim për intolerant. gjithë rrjedhët. Absolutisht. Tonin, po Tani flasim ato për gjithë teoritë rrjedhët. elitiste ato, Në 90-ta deri këtu s'ke pasur elitizëm në politikë. Çfarë do të thotë s'ke pas elitizëm? S'ke pasur elitizëm, ke pas guxim për të hyrë në Kush e përcakton atë? Kush janë kufit? Pa klasë, unë nuk po them që të gjithë ishin absolutisht pjesa elitare. Unë po them që pjesë e politikës kanë qenë dhe janë edhe intelektual. Pa diskutim. Dhe politika shqiptare vazhdon të jetë konfliktuale. Vazhdon të ketë vështirësi për të ardhur në kompromise për të bërë. Pastaj diskutojmë tjera gjëra këtu pastaj. Po megjithatë fillojmë nga Jo, po kjo është gjëja. Po s'është kjo gjëja. Kjo është gjëja, absolutisht kjo është gjëja. Deri tani, intelektualët i priren t'i largohen përfshirës tyre në politikë. Nuk janë intelektuale ata që bëjnë politikë. Ata që dominojnë politikë. Modeli që është shafruar. Shiko, tani që ka shumë brenda politikës, po jo gjithë dominojnë politikën. Nuk mendoj që është këndarje. Ata që dominojnë politikën, dhe kjo është pyetja kurthe e Toninit, ata që dominojnë politikën nuk janë intelektual, ose do pranojmë që edhe intelektualët nuk është e thënë që t'jenë me se s'bën tolerancë në gjërat e tyre. Nuk mund të marrësh një fotografi më sot. Shiko, po mirë, ato, Greta të lutem, kur folën për kodet, po pse ato që vunë themelet e kësaj tolerancë ndërfetare në shqiptare, intelektual me akademi ishin ato? Po flas për unë sa po të thashë. Absolutisht, sepse ishte pjesë e brendshme, unë sa po të thashë, jo çdo akademik është intelektual. Ishte inherent ajo, nuk. Natyrisht që natyrisht që vendim elitash kanë qenë. Natyrisht, se të kujtoj. Nuk e mohoj atë. Nuk e mohoj atë, por nuk është kaq deterministe kjo, nuk mund të jetë kështu kjo, nuk absolutisht. Që për mua, jo gjithë akademikët janë intelektual, thash tjetër gjë fare. Mi dakord është. Tash njerëz me brum. Nuk ka lidhje me është debat tjetër tani ky dhe tu nuk është ajo në klasën politike sepse do ta bëja për asnjë arsye. Por ne duhet pranojmë që nga ti mos merr fotografinë e shoqërisë shqiptare sot në 2011. Ty ta shikosh atë si proces. Në fund fare, fakti që ti je intolerant ka të bëjë me faktin që kjo shoqëri modelon dhunën. Kush është modeli i suksesit në këtë shoqëri? Si mund të jem tolerant kur ti pronën e merr me forcë, kur ti atë kunjin ke dera shtëpisë për të mos me parku përpara e aty përpara? Kjo shoqëri po modelon, modeli suksesit është modeli njeriu të fortë, i cili vepron me dhunë. Atëherë, më fal, si mund të jem unë tolerant kur po e njëjta shoqëri, nëse nuk e marr me forcë gjën time, do më trajtoj si të pasuksesshëm. Ky është diskutimi. Diskutimi është nëse dhe kush e modeloi këtë shoqëri kështu? Kur vjen intelektualët e politikës? Kush e modeloi këtë shoqëri kështu? Këtë nuk e modeluan intelektualët, e modeluan ata që kishin guxim fillim. Dhe tani këta intelektualët, intelektuali s'do ta ketë shqetësim të pëlqejnë tjerëve. Por tani këta intelektualët ndjehen të dhunuar në qoftë se hynë në këtë lloj pa rregulla loje. Ky është problemi dhe mendohen disa herë. Dhe ndërkohë nuk kemi përfshirje intelektuale. Për mua, shoqëria do të ketë shumë më tepër përfshirje intelektuale. Sepse pikërisht tut toleranca deri tani ka funksionuar në të mos zbatuarit e ligjit. Çka i ka lënë hapësirë? Çka i ka lënë hapësirë veprimit të forcës? Okej, publiciteti rikthehemi pas pak. Jemi në pjesën e fundit të emisionit, natyrisht është një emision që le të themi debati është i gjerë dhe her pas here do na u desh ta përmbledhnim, të futeshim në shembuj konkret. Politika ishte në qendër të vëmendjes të kësaj bisede, si le të themi edhe si një lloj simboli i intolerancës në Shqipëri. Por në këtë pjesë të fundit do doja të flasim sepse ai aktivitet doli dhe me këtë që quhet Akti Shqiptar i Tolerancës. Ta ndjekim ç'është përmbajtja e kësaj. Edhe pastaj kthehemi e diskutojmë pak.
Sot, me 16 nëntor 2011, në ditën ndërkombëtare të tolerancës, ne, qytetarët e Shqipërisë, të vetëdijsuar për vlerën e tolerancës dhe duke pasur parasysh momentet e vështira që kalon vendi ynë, ndërsa klima politike është e polarizuar me konfliktualitet, me mungesë komunikimi, dialogu dhe mirëkuptimi, në një kohë kur vërehet një rritje shqetësuese e nivelit të dasive, dhunës, paragjykimeve, padijes dhe urrëties, me bindjen dhe përkushtimin e thellë për të inkurajuar dhe lartësuar tolerancën, dialogun, respektin, mirëbesimin, etikën, komunikimin dhe bashkëpunimin mes njerëzve, institucioneve, partive politike, grupeve të interesit dhe shoqërisë civile, nën shembullin e shkëlqyer dhe shpresdhënës të tolerancës e harmonisë që gëzojnë e ushtrojnë komunitetet fetare me njëri tjetrin në Shqipëri, kemi vendosur të shpallim sot një kornizë mendimi, ligjërimi dhe veprimi, por dhe një sfidë për shoqërinë tonë, për të gjithë aktorët dhe faktorët e saj. Duke firmosur me vullnet të lirë këtë akt të tolerancës si një sër renditje të prioriteteve që vijojnë, naltësimi i dialogut, paqes, bashkëpunimit, mirëbesimit, etikës, si vlera që shestojnë udhën drejt një demokracie të themelt dhe ripërtritjen qytetare, institucionale dhe morale në Shqipëri. Përpjekja për një angazhim të ndershëm dhe të vërtet qytetar dhe institucional për të rritur sigurinë dhe cilësinë e jetës, barazinë gjinore, forcimin e pozicionit dhe rolit të gruas në shoqëri, kujdesin e veçantë për fëmijët, për njerëzit me aftësi të kufizuara, për njerëzit e pambrojtur, për të varfrit, minoritetet, të ndryshmit, të marginalizuarit dhe njerëzit në nevojë. Inkurajimin e kontrollit dhe balancimit mes pushteteve dhe institucioneve për të siguruar përmirësimin e rolit të qytetarit në shoqëri nëpërmjet rritjes së fuqisë së zërit të tij, pjesëmarrjes së tij në vendimmarrje dhe politikbërje, me pikëmbërritje mirëqeverisjen, qeverisjen e pastër dhe të moralshme, integrimin europian dhe ngritjen lart të drejtave të njeriu, lirisë, demokracisë, pluralizmit, ekonomisë së tregut dhe shtetit të së drejtës, theksimi i mbrojtjes së mjedisit dhe harmonisë mes natyrës, njeriut dhe shtetit, përkushtimi për të promovuar tolerancën dhe jo dhunën nëpërmjet programeve, strategjive dhe institucioneve të lëmisë së edukimit, shkencës, kulturës dhe komunikimit. Duke mos pranuar aktet e intolerancës, dhunës, korrupsionit, diskriminimit dhe marginalizimit, ne besojmë se toleranca nuk mund të merret si e mirëqen, ajo lipset të mësohet, ushqehet dhe komunikohet. Ban Ki-moon, sekretari përgjithshëm i OKB-s. Kjo pra ishte përmbajtja e aktit shqiptar të tolerancës. Është një dokument i prodhuar, le të themi sot, i firmosur nga shumë pjesëmarrës që ishin në aktivitet, mbetet me kaq apo ka hapa të tjerë? Pa diskutim për hapat, po lë Arianin të flasë, unë po them si u konceptua ideja, erdhi nga miq tanë të përbashkët, nga lëvizja Reago, nga Jurgerti që gjerasin dhe ta falenderoj, ne u përpoqim që disa shoqata që ishim, se cila të vinte prioritetet e saj, dhe po ta shikoni është një prioritet që flet për jetën, për mbrojtjen e fëmijëve, mbrojtjen e njerëzve që s'kan mundësi, që është lëvizja pro jetës, është çështja e moralit shoqërisë, është çështja e reagimit shoqëror e forcës së qytetarit. Pra janë pika, është edhe çështja e mjedisit, pra janë pika që ne mendojmë që çdo shoqat ka hequr dorë diçka nga pjesa e vetë për të bërë një program të përbashkët që... është një dokument i përbashkët, ta quajmë... I përbashkët, mund të mos jetë akti... Final. Ariani do ta përmendi si aktin anglez të Magna Carta, por është një përpjekje për të dhënë një model. Jo, bota kështu është ngjizur me akte të tilla të vogla ose të mëdha. Ju çfarë thatë që ju tingëllonte pak si sot më 28 nënduar. Pra, ne jemi të mbrojtur me këtë mendësi të pararendësve tanë. Dhe ne lëm një gjest, sa do të vogël apo sa do të madh, që të gjithë është interesante për çfarë tregon pak edhe mënyrën e firmosjes, sepse nëse kemi një kamera që na, po, është njerëzit duke mos pas vend për ta firmose, i kanë bërë një kuror firmash. E kanë bërë si ato afresket e Voskopojës pak a shumë, po që tregon edhe një ndjesi të njerëzve për të qenë pjesë e asaj, se mund ta kishin firmosur edhe na mbrapa, po donin të tërë të ishin pjesë. Është bërë dhe pa detyrime, nuk ka dhunde ajo pjesë, sepse ne dim që shumë shpesh... Po zot na ruaj, të marrësh me dhunë për të firmosur një akt tolerance... Jo, s'është vetëm akt tolerance, po ka shumë akte që firmosen në mënyrë jo të ndërgjegjshme tërësisht.
një përpjekje, nuk ka rëndësi se sa geniale është. Galdini, më thuaj pak cilat janë, domthonjë kjo këtu mbetet apo ka hapat më teshëm? Fakt, këtu në zarf kemi dhe paktin Rama Berisha, për këtë dhe mbajmë sekret dhe s'do flasim, kështu që po flasim për këtë. Ishte humor. Ishte humor, jo. Do më thënë, firmat janë një nga treguesit që unë fola në fillim të këtij emisioni, që në fakt dëshmojnë edhe dëshirën e pjesëmarrësve për ta, le të themi, mirëpritur gostin tonë. Ne gjetëm pikërisht atë që ishte shija e gjithkujt në atë sallë. Dhe besojmë që mbas këtij emisioni dhe ju falenderojmë shumë juve, drejtuesët e emisionit, ty Alban, Top Channelin, që na jep mundësinë që faktikisht u themi njerëzve se kjo është gosti që gjithkush ka nevojë në këtë jetë, për të garantuar një Shqipëri më të mirë që të gjithë e duam. Konkrete, është një Shqipëri konkrete. Shqipëri konkrete. Bob Kennedy në njërin prej fjalimeve të tij që quhet Menace of Violence, kërcënimi i dhunës, flet për qytete ku njerëzit bashkëjetojnë. Bashkëjetojnë thjesht si bashkëbanues në godinat e tyre, në apartamentet e tyre, shtëpitë e tyre. Në fakt, ai flet për mungesën e komunitarizmit. Në rast se ne nuk do gjejmë mënyrën për të ndërtuar komunitarizëm, do të jemi thjesht bashkëbanues. Do jetojmë në pallate ku nuk i flasim fqinjit. Do shkojmë në dyqane ku nuk i flasim atij bashkëradhasit ton. Do marrim mallra të cilat janë skaduara dhe s'do kemi fuqi ta ankohemi. Në fakt, ky akt është thjesht akti i një grupi njerëzish, një grupi njerëzish të cilët kanë vendosur ton, nuk duhet bëni kështu si ne. Ne thjesht po e bëjmë. Nëse ju e ndjeni që duhet bëni aktor dhe autor të tolerancës në këtë vend, e jani firmosni. Ja vazhduan ta firmosin, po pastaj. Dhe po flas për është krijuar ushtria me 90. Po flas për hapta që janë të ngadalt. Ditë pas dite, individ pas individi. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka firmosur dhe ka votuar për këtë që quhet, le të themi, 16 nëntori si dita ndërkombëtare e tolerancës, ku ka dhe disa parime bazë. Quhet akti i tyre i tolerancës. Ne do të kërkojmë dhe përfitojmë nga rasti që zonja Sham ku është dhe deputete. Do të kërkojmë që një grup deputetësh ta çojnë këtë akt në parlament për ta votuar. Jo sepse ky do të jetë detyrim ligjor, por i kaluar me votën e parlamentit. Thehet në një rezolut. Ky është një institucionalizim i vullnetit dhe dëshirës së gjithkujt, i parlamentarëve, deputetëve, qeverisësve, partive politike, për t'i njohur këto parime si mënyrë veprimi dhe për t'i shndruar në shprehje, profesor. Stop, vetëm këtu tani kam një pyetje që besoj do kërkoj një përgjigje, po mund të bëheni të gjithë pjesëmarrës në këtë. Ju thoni përpjekja për një angazhim të ndershëm dhe të vërtet qytetar dhe institucional për të rritur sigurinë dhe cilësinë e jetës, barazinë gjinore, forcimin e pozicionit dhe rolit gruas në shoqëri, kujdesin e veçantë për fëmijët, për njerëzit me aftësi kufizuar, për njerëzit e pambrojtur, për të varfrit, minoritetet e kështu me radhë. Dhe pastaj mund të vazhdojmë edhe me çështjet e mjedisit, të ambientit dhe të tjera. Tani, shumë nga këto që unë i pash këtu dhe i pash me vëmendje, ju siguroj për këtë, i gjen të shprehura në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. I gjen të shprehura në ligje dhe në akte të tjera të prodhuara nga ky parlament. I gjen të shprehura në konventa ndërkombëtare që janë firmosur nga shteti shqiptar. Dhe këto janë konventa ku shteti shqiptar merr angazhime për këtë gjë. Merr angazhime po ja harron. Çfarë shtuar është kjo që keni bërë ju në lidhje me të gjitha këto, ku shteti, parlamentet, deputetët, qeverit, politikanët i kanë marrë këto angazhime dhe kanë firmosur dhe kanë votuar. Nuk i kanë zbatuar. Vetëm se ata vetëm i kanë firmosur. Ta them me një fjali. Ne i kemi vënë një detyrë vetes. Pra, unë, Ariani, Erioni, kolegu Bardhi, Bardoshi, ne bi Bardoshi, mos e harro kurrë, ne bi Bardoshi. Okej. S'ke harru rrënjën, ideja është kështu që ti do të thojë faqe Bardhi. Po pra, e kisha në gojë. Ju lutem se s'kemi shumë kohë. Ja, një fjali, kjo është një detyrë që ja kemi vënë vetes. Pra ne do përpiqemi. Po pra, Ariani do përpiqet në mënyrë të ndershme, të drejtë. Unë po të them që ka një oligarki të shoqërisë civile, njerëz që janë pasuruar shumë herë më tepër se politikanët duke u marrë me shoqërinë civile. Ne nuk duam të ndjekim të njëjtat model. Ne themi do angazhohemi solemnisht që të jemi ne autor të pjesës, pra ne do ndërhyjmë, ne do kërkojmë. Pra, Ariani, Erioni, në qoftë se do dhe Grida, edhe Grida, në qoftë se do dhe Ledi. Po mirë. Erion, mos të ngatrohemi me këmbët tona. Kur mos rresh sfoluri mirë. E nëse flet kushtetuta për këto parime,
unë i bindem kushtetutës vendit tim. Absolutisht, është kushtetuta, ka një kuadër ligjor. E nëse flasin ligjet e vendit tim, unë i bindem ligjeve të vendit tim. E nëse unë bëj aktet përditshme, mirësie, unë i bindem këtyre akteve të përditshme mirësie. Ne mundemi ta përmirësojmë jetën tonë përditshme nëse çdo ditë nuk do të rreshtim së vepruari pozitivisht dhe mirësisht. Kjo është ajo që duhet bëjmë çdo ditë. Sepse ajo që na mund neve është tirania e shpërfilljes. Ne ndihemi të pafuqishëm dhe këtu është thelbi i pyetjes tuaj. Domethënë, okay, dakord, ore, po i bëjmë këto akte, po ç'vlerë kanë aty apo jo? Ç'vlerë kanë, a më kanë shumë se efekt? sa të gjitha të tjerat që janë bërë deri në sot, ai dëgjon ndokush. sepse janë në një referencë me diçka më përpara. Kjo Por është ama, nëse ne do të bëhemi qytetarët që kemi kompleksin migjenian dhe themi vazhdimisht, si nuk kam një grush të ranë, ti bi mu në zemër malit që zbëzan, do ankohemi nga mëngjesit dark, nga qoshja në qoshe, nga tavolina në tavolin, nga sheshin në shesh, dhe asgjë nuk do të bëjmë. Unë them, nëse malis na bëzan ne, ti bëzajmë ne malit. Ti bëzajmë malit, se do të vijë dita që ne malit do të na bëjt në dëgjoj. Kjo është e gjitha me aktet mira dhe pozitive. Kishtë antarë të kuvendit sot në... Kishtë antarë të kuvendit? Kishte. Problemi është, Mali është problemi madh, sepse aty, si që tha me drejt Albani, nuk ka kushtetut, aq më tepër nuk referohet kushtetut shqiptare, që të mos ketë klauzorën e mjedisit. Apo për drejtat e fëmijëve, apo për Po i mbajmë sa për shembull, po i mbajmë mjedisit. Bzani popullata, shoqëria civile gjithë me radhë dhe presidenti kur që puna për ligjin e plerave, ligji plerave kaloi me forcë kartoni, sepse Mali është Mali. Por ama ne s'po pushon sfoluri. Zotri, ligji plerave kaloi me forcë kartoni, nuk u morë parasysh vullneti popullit dhe ja ku kisha ambasadorën angleze që ta tha troç, që nuk u morë, qeveria nuk morë parasysh vullnetin e popullit. Do me thënë, nuk është, shkruhet në kushtetut mjedisin. Problemi është që në këtë vënd, ende ulëret Mali. Dhe në qoftë se, dhe për gjithë problemi kjo është në këtë vënd, që duhet ndërtuar demokracia, jo të bëhemi europian të rreshëm. Do me thënë, duhet ndërtojmë thurin e identitetet tona dhe të rivendosim vlerën e hierarkisë morale dhe të rindërtojmë pikërisht atë demokraci. Dhe megjithëse fjala për demokracinë, mua ma lejoni këtë vërejtje për gjutari, mua më bëri përshtypje që kjo kartë ka demokracia edhe në formë, edhe në përmbajtje, sepse këtu ka një term, naltësimi i dialogut, paqes dhe bashkëpunimit. Ky termi naltësimi ma kapi veshi për mirë, dhe është po themi një formë e demokracisë gjuhësore në funksion të kuptimit, jo vetëm traditës, po të kuptimit qartë, sepse kur bëjmë fjalë për vlera shpirtërore, kemi naltësimin, jo lartimin, si që kemi për konceptin fizik, më poshtë apo më lartë. Kështu që më pëlqeu dhe kjo demokraci formale. Unë e shok të... Unë kam firmosur të akt dhe firma ime është më shëmtuar nga gjitha ato. Pse e kam firmosur? Për ta rilegjitimuar kushtetutën e vendit tim dhe për ta riartikuluar atë që ja vlen qëndroj për të. Do të thënë, ky akt në vetvete nuk e zhvlerëson ekzistencën e vlerave kushtetuese, po i riartikulon dhe i nxjerr në pa të grupuara për treguar se ato nuk janë respektuar plotësisht. Do të thënë, po ta shikosh gjuhën, gjuha është një gjuhë preambule, kështu është preambule, zakonisht preambulet e kushtetutës nisin me këto thirrje. Dhe është fryma. Me thënë, është nëzirë, është si një frym, kur duhet të rishprehesh si qytetar. Dhe unë mendoj se një qytetar po të riartikulohet vetëm, po dalim një peticion të senatyre, ja vlen për të dëgjuar sepse po dëshmon diçka që mungon, ose diçka që e kërkon. Në këtë mënyrë jam bashku kësaj nisme dhe i qëndroj kësaj nisme për të folur në mos në lëvizje, do të flas pse rri për këto vlera çdo ditë. Dhe me beso se edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara ka shumë akte tjera dhe shumë shtete që në antarë Organizatës e Kombeve të Bashkuara i kanë konventat ratifikuar, i kanë kushtetutat e tyre, i kanë pjesë edhe të sjelljes tyre të përditshme politike, por qytetarët asnjëherë nuk mund të dalin prej loje dhe të thuhet se nuk ka nevojë të thuhet. Ajo çfarë i kërkohet çdo ditë qytetarit, edhe në rast se mbyllet këtu kjo nisëm, është bërë pothuajse plot lëvizje sepse qytetarët janë rishprehur se për çfarë qëndrojnë. Dhe këtu janë një sëri vlerash kyçe për cilat ne nuk bëjmë asnjëherë gabim, po të flasim. Problemi do ishte sikur ne të mendojmë një moment caktuar se kemi folur mjaft. Dhe ky është problemi më i madh për demokracinë, kur qytetari mendon se i ka ligjet në letër. Ligjet në letër nuk janë demokraci, ligjet në letër janë europërrënshme.
është kriptomodernizëm. Dhe ne këtë loj kemi bë prej kohësh me vetë-vetën. Nuk kemi nevojë të përshfaqemi kujt si modern dhe si të përparuar, po që se ne nuk e duam dhe nuk e besojmë. Unë shpreh besimin tim të ato vlera, prandaj jam rri për to. Dhe gjej si mënyrë simbolike një ritual modernist për të nënshkruar edhe një herë atë vullnetin tim të përditshëm. Në lidhje. Absolutisht kemi dy diskutime. Diskutimi parë është çfarë ndërton në termat bërjes ky akt për shoqërinë. E pa diskutim ne qëndrojmë logjikë të asaj që do mbështesim çdo njeri që jep modelin e vetes. Aq ka mundësi të bëj. Bëj modelin e vetes. Nuk ka mundësi më shumë. A ka mundësi të mbështesim kudo që bën maksimumin e vet. Të japim modelin e vet. Këtë bëjmë në shtëpi, këtë bëjmë si prindër. Japim një model. E bëjmë shoqëri, një çik më shumë, një çik më pak, është një diskutim shumë i madh, për të thënë, po unë në këtë rast shikoj që kemi një nisëm që do të japi modelin e vetes vet. Dhe presupozon që ka moralin e qartë për të thënë që kjo nisma ime është e mirë dhe duhet ndjekur. Tani, problemin ne kemi nga ana tjetër në terma të bërjes se kemi në shumë element tjerë Alban, që nga në qelizat e shoqërisë. Që të arrish të bësh një shoqëri duhet të njohësh mekanizmat për ta që e afektojnë atë. Se problemi është që ne themi mali s'po lëviz, ajo tjetra s'po lëviz, etj etj. Ne duhet bërtasim. Fakte janë të gjitha këto, pa diskutim. Po si lëviz mali, se nuk duhet ngelemi në këtë retorik tani, se nuk ka rëndësi se kush është ke mali sot, njëra pale apo tjetra. Rëndësishme është mekanizmi që çon lëvizjen. Mekanizmi që çon lëvizjen unë shikoj problematike ke qytetarit shqiptar në dy aspekte. Aspekti parë është që ne kërkojmë shumë shpejt të rritemi ekonomikisht. Kemi një pangopsi për të rritur ekonomikisht. Dhe kjo pangopsi bën shumë shpesh që ne mos kemi shumë respekt dhe për rregullat e lojës që ekzistojnë në terren. E para, se ka ca rregulla loje, që ka kjo kushtetuta, ca gjëra thohen. Kjo në të voglën e vet. E dyta është qytetari shqiptar i pa pasur kulturën e institucioneve, se ne ende sot kemi institucione të cilat marrin fytyrën e liderit që kanë. Nëse lideri është i mirë, institucioni merr fytyrën e një lideri pozitiv. Nëse lideri s'është i mirë, ndërkohë që rob të vullneteve personale. Eksaktësisht. Dhe ajo që nuk shkon liderit e institucionit dhe ti përgjigjet gjuhës së institucionit, por institucioni përgjigjet gjuhës së liderit, gjuhës subjektive të një lideri. Këto janë tregues të mëdhenj. Tani, si ndryshojnë këto tregues? Në terma të vegjël dhe të mëdhenj njëkohësisht. Shqiptari duhet lexoj kontratën që firmos me shoqërinë. Duhet ta lexoj kontratën që firmos me shoqërinë. Duhet lexoj kontratën e keshit, duhet lexoj kontratën me bankën, duhet di drejtat e veta, sepse problemi është një herë ti dish kush janë ato që janë në ligj, pastaj diskutojmë se sa mund të zbatohen. Ne shikojmë një pjesëmarrje shumë të vogël të shoqërisë në të diturin profesionalisht, jo në kuptimin profesional për të bërë analiza sociologjike apo filozofike, por për ditur terma teknik. Sepse fundi sistemi të drejtës ndërtohet nëpërmjet procedurave, nëpërmjet një burokracie. Po se njofte ti se si shkon linja procedurale në shoqërinë tënde, atëherë ti nuk mundesh ta afektosh sistemin, ti duhet t'ia gjesh hallkën bosh sistemit, për të thënë që një ditë bukur unë nuk e firmos kontratën e keshit. Çfarë ndodh me një qytetar që nuk e bën këtë? Kjo është terma të bërjes. Çfarë ndodh me 10 nëse nuk e bëjnë këtë? Nëse ne nuk konsiderohemi thjesht si konsumator të një monopoli të caktuar. Marrim një shembull, ose mos jetë gjitha kjo. Diskutime për plerat. Grupet interesit, unë kam parë shumë rrallë, Sorosin për shembull ka bërë 2-3 tavolina, po problemi është që kur sjell aktorët e rëndësishëm, dhe tani flas si pjesë e shoqërisë civile tek e cila kam kontribuar e sa kam mundur, por edhe në nivel ekspertize, problemi është ky. Thrasin përfaqësues të ministrive, të cilët janë aty dhe mund të shprehin dhe vullnetin e vet. Por dhe kjo qasje duhet të ndryshojë. Bëhet një tavolinë e përbashkët për përplasur mendimet në nivel thjeshtësisht të konstruktivitetit bërjes, për shembull çështja e plerave, mund ta bëjë shoqëria civile këtë, po kur kërkon që të ketë përfaqësi të qeverisjes, duhet ta kërkojë këtë me një përfaqësim i cili nuk është thjesht në nivel pjesëmarrje. Unë dëgjoj. Por duhet të ketë një memorandum mbrapa, mirë kuptimi që del nga kjo tavolinë, duhet të ketë mbrapa një situatë tjetër që t'i angazhojë pjesëmarrësit për përgjegjësitë që kanë pasur në etj. Ne përgjithsisht aktivitetet i mbarojmë në eter. Baron një tavolinë shoqëria civile, dëgjuan gjithë çka kishin për të thënë, lavdruam njëri tjetrin apo vetveten dhe nuk ka as minimalen ekzistencës së një procedure memorandumi mirë kuptimi për shembull. Është shumë e vështirë. Tani kanë filluar paksa organizma ndërkombëtar që kur thrasin përfaqësues qeverisë të kërkojnë të tilla lloje aktesh. Pra ka mënyra për të reaguar në shoqëri, por fillon me vetveten dhe fillon me njohjen e pozicionit tënd në shoqëri. Ne nuk ka nevojë të bëjmë shpjegime të hënës, se kemi një problem, nëse ju e dini, në kurrikula tona ka dalë një situatë e tillë për shembull. Është thënë shembull, për një fëmijë për të bërë një ushtrim matematike.
është thënë, në qoftë se keni 300 euro në xhep në një kurikull perëndimore, në cilën rrugë do të ndiqni ju për të harxuar më pak para për të shkuar në Milano. Dhe ai me të njëjtën mënyrë angazhohet për ditur diçka për shoqëritë ajrore, angazhohet për ditur diçka për trenat, angazhohet për ditur diçka për kostot e udhëtimit, ndërkohë që ne akoma në librat tonë themi në qoftë se ju jeni duke marrë trenin nga Vlora nuk e di se ku, me çfarë shpejtësie po ecën treni raport me hënën. Tani ne jemi akoma dhe ky është një shembull i cili është marrë në konsiderat shumë fuqishëm nga organizmat ndërkombëtar që tregojnë që ne nuk sjellim ambient në atë kontekstualizimin e shoqërisë shqiptare në shembuj didaktik, në zgjidhje didaktike në shoqërinë e bërjes. Në shoqërinë e bërjes. Në këtë kontekst nuk ka nevojë t'i japim shumë shembuj ke edukata qytetare, po i themi, e pyesim kush ka detyrë të pastrojë pallatin. Dhe fëmia fillon aktivizohet për të pasur një logjik. Mirë le ta thotë këtë, mjafton që ta themi këtë. Se edukatës qytetare është grida pra dhe kjo është roli i shkollës dhe qytetarisë demokratike, po pikërisht për prandaj po insistoj. Tani unë, me thamë të drejtën, unë i kam shumë miq dhe i respektoj dhe përfaqësojnë të tre zotërit kolegë dhe miqtë e mi që janë tipik qytetar në kuptimin atij individit të përgjegjshëm që njohin mirë detyrat, detyrimet e kështu me radhë. Edhe megjithatë është një akt që thot shumë gjëra dhe thot gjithçka. Është dakord, por nuk është shumë i fokusuar. Ku di unë e lexova dhe dëgjova me shumë vëmendje, nuk është se nuk qëndrojnë ato probleme, natyrisht kanë nuanca të ndryshme kështu me radhë. Ka nuanca të një lloj ose notat një lloj thirrje patriotike, deklarative. E do deklarata? Dakor, por me lak që unë duhet jem shumë i drejt për drejt dhe shumë i sinqert. Dhe me thanë me ju dhe besoj do të ma toleroni këtë. Me qenë se po... Alternative tolerancë është flasim për tolerancën. Si fjalë. Por gjithmonë metem tek ajo që çfarë do ndodh nesër. Natyrisht është një akt i deklarativ. I dobishëm, por jo i mjaftueshëm. Këtu e kam unë. Dhe nuk di se cili është plani i veprimit më tej. Programi do pasurohet rrugës. Shiko, ky njeri ka që në sezonin e kaluar, sinqerisht top show që më thot do e shikoj se ç'do të bëjmë neve. Absolutisht, domethënë dhe unë po e pres me kuriozitetin më të madh. Tani këta janë ca reklama që bëhen her pas here në televizion. Çudia do të ndodhi, po edhe ato thonë në datën kaq. Shikoj tani këta janë thonë një datë, ti nuk e thua. Nga marsi e këtej ka qenë. Alban, këta janë shumë karizmatike, dhe ish Gjon Pakzori. Shiko, eksakt. Këta janë shumë karizmatike. Vebri ka drejtë kur flet për atë autoritetin karizmatik dhe këto individet dhe Jezu Krishti, Muhameti, kështu ka nis me pak njerëz dhe pastaj kanë marrë me vete turma, absolutisht turma shumë të mëdha dhe uroj që të ndodha, kupton, por unë dëshiroj të jem pak më konkret dhe ato institucione të cilat kanë për detyrë ta bëjnë diçka të tillë, ne duhet i mbështesim dhe unë insistoj pra që institucioni i shkollës, institucioni i familjes, po sidomos i shkollës, edhe institucioni i fesë, natyrisht mass media, se ne nuk e prekem sonde, po është institucion social shumë i rëndësishëm, duhet të luajnë rolin kryesor. Këto ndihmojnë, por nuk janë të mjaftueshme. Profesor, në moment të fundit, Alban. Po, shumë shkurt ju lutem. Shumë të madh që të themi, të shfrytëzojmë kapacitetet që janë në terren. Të shfrytëzojmë kapacitetet që janë. Shteti shqiptar ka ligje të mira. Ne vuajmë nga zbatimi, por nuk të vi shtetit i thot individit, hajde mbroje të drejtën tënde. Grida, edhe ky është një bisedë që kemi bërë. Në qoftë se vuajnë ligjet që nuk zbatohen, ose ligjet nuk janë të mira, ose nuk e di çfarë ndodh. Këtë e kemi të ditur tashmë që ligjet e kemi të mira. Një ligj i mirë që është në sirtar dhe është konform kornizës nuk është ligj i mirë. Një ligj i pazbatuar është ligj i keq. Jo, kërkon aktivizëm nga shoqëria, ke gabim këtu. Absolutisht. Jo, mua më pëlqeu, unë jam krejtësisht dakord me Tonini dhe më pëlqeu edhe pasqyra që zonja Dumaj i bëri arsimit në Shqipëri se është vërtet kështu. Domethënë, flitet vërtet për hënën, madje në një libër tjetër të alter tekstit mund ta gjej edhe që ku je ti kur do përplaset treni. Kemi probleme me përmbajtjen dhe me mendësimin. Po pra, pikërisht përmbajtjen. Por qytetari nuk është se nuk vepron.
qytetari shpesher nga zbatuesit e ligjit është i marrë peng. Dhe kjo është diçka që e zbatojmë për ditë. Që ka raste, as diskutoj që kjo... Do me thënë, nuk është në dorë të qytetarit çështja që mungesa drejtësisë. Do të pranon që duhet të jetë pasiv? Unë sapo e thash në fillim të emisioni që vetdia qytetare e marrë e lodhur nga 50 vjet diktat, nga vendime arbitrare dhe s'duhet lodhet. E zhgënjur nga performanca shëmtuar e politikës në këto 20 vjet, bën në një farë mënyre kam rritur në fjalinë e keqe që më duhet mua se që bëj unë. Por ja ku jemi edhe kur qytetarët ngrihen protest, ndodhin kurbanen shesh. Kështu që tani Ledi, pavarësisht se kaloi ligji, pse nuk përsistohet? Ajo që më çudit mu me disa aksione, më thënë të organizatat ndryshme shoqërisë civile, ju përmendet rastin e... Shkon diskutimin në profesionalizëm tani. Dakor, më thënë, kaloi ligji... E kishet e dera e parlamentit shoqërisë civile, ditën që kaloi ligji. Është protestu pasi ka kaloi ligji, vazhdojnë protestat? Pse s'duhet vazhdojnë protestat? Pse s'duhet persistojmë? Nëse jemi bindur për diçka që nuk qëndron. Sepse në një kuptim, po t'i referohemi numrave, ai shprehje vullnetit është, sepse shumicë janë, por kanë marrë vullnet i popullit është, kanë marrë shumicën, tani edhe një herë. Ja, dakor, formalisht në shprehje vullnetit popullit, sepse ato deputet... Tavolin profesionale për diskutimin. Unë e kam fjalën tek persistenca dhe ne jemi sezonal shumë në këto. Ky është ajo që më shqetëson mua. Okej, do takohemi prapë 16 nëntorin tjetër? Patjetër, por unë do të përgjigj profesor. Arbën Xhaferi na ka thënë një gjë të madhe kur e kemi takuar. Kjo që u bëni ju është si të rrihni havan, më të rrini në ujë, pra shisni ujin. Dhe unë po them që një tolerant me ne se me këta akt, çfarë kemi bërë? Kemi bërë një introspeksion, kemi parë brenda vetes dhe kemi gjetur kaq shumë gjëra. Një tolerant me ne, profesor, sepse gjithsecili prej nesh, nëse do të shoh brenda vetes, do të gjej kaq shumë gjëra, do të gjej mënyrën për të shëruar gjitha smundjet që kemi si shoqëri. Atëherë, unë i rrethuar nga shumë student, rini, thash shprehjen e famshme, thash me të tillë djem gjyna të lëngoj Shqipëria. Jemi shumë të bukur për të jetuar... Po pra tamam, jemi shumë të bukur për të jetuar në mënyrë të shëmtuar. Okej, ju falenderoj të gjithëve për bisedën, juve që na ndoqët. Mirupafshim.